Action. Përshëndetje, miq të Tru Podcast, nga unë Shpend Gashe dhe nga stafi i Tru Podcastit. Siç e dini, jemi në kofushada. Siç e dini, neve presim miq të dyja krave, po sidomos të krau djath, për t'i dhënë një dorë në betejën e tyre elektorale. Tru Podcasti ka një parim shumë të thjeshtë, që nuk marrim njerëz pa tru, nuk marrim njerëz pa dinjitet dhe nuk marrim njerëz pa ndjesi, që do të thotë jo njerëz që e marrin politikën për të jetuar nga politika, po marrim dhe promovojmë thonjza njerëz të cilët jetojnë për politikën, njerëz të cilët janë të ngopur dhe deri në fyt me mjerimin që na rrethon. Mjerimi nuk duhet të jetë vetëm personal. Pra, fakti që ti mund të jesh mirë familjen tënde nuk do të thotë që është mirë e gjithë bota, kur ti poshtë pallatit tënd ke lypsa, ke njerëz cilët nuk ja dalin dot deri në fund muajit, apo marketet cilat janë mbushur me bllokun e zi, me listën e zez, apo edhe kur çmimet e shportës variojnë sikur ne jemi banues të Monte Carlos dhe jo të Shqipërisë tonë të vogël. Siç e dini shumë mirë, neve kemi një lloj afeksioni me të djathën shqiptare, dhe sot neve kemi një djalë, një mikun ton, një vllajin ton, i cili është edhe antar i Këshillit Bashkiak të Tiranës, tani më edhe kandidat për deputet në parlamentin në legjislaturën e 2025-s. Është i djalë i cili rënjet i ka nga Malësia e Gjakovës, pra jemi edhe patriot, një djalë nga një familje me emër të madh, një mbiemër i madh, njerëz të cilët kanë bosht edhe kanë taban, dhe sot nuk vinë të futen politikës për të kapur disa llokma mishe apo copa torte apo darda si thot Nocerama, por vjen për të ndryshuar diçka për veten e tij në radh parë, për vajzën e tij të vogël, që të rritet këtu në Shqipëri dhe mos duhet që të ikë jashtë. Dhe është shumë e thjeshtë. Pra, fushata e tij është pozitiviste, është një fushat e bërë jo me shumë trumbetime që votoni mua. Është një fushat e cila po bëhet me rinin dhe për rinin, sepse në fund ditës rinia është motori apo lokomotiva e Shqipërisë të 30 viteve tashme. Nëse doni të shikoni Shqipërinë e 2050-s, shikoni sot njerëzit cilët janë klasë parë. Kur ti shikoni ata nxënësit e vegjël, ata angjëjt e vegjël në klasë parë, se si po trajtohen apo se si performsojnë, atëherë mund të krijoni një panoramë të Shqipërisë 2050-s. Momentalisht, ne jemi në 2025-ën, djemt e ditëlindjes të 90-s, që i përkasin brezit 90-s, të cilët po aderojmë sot në politikë dhe të cilët po sjellin një alternativë. A duhet e besush me alternativa jonë? Nuk i dihet. A na besoni juve dhe nuk do besoni më broçkullat e klasës vjetër politike, që na kanë vjedhur dhe na kanë mashtruar për 34 vjet? Po prapë është në dorën tonë dhe në dorën tuaj. Jepini votës vlerë, sepse vota është dinjitet. Nëse një njeri e humb dinjitetin e vet, mund të jetë human, po nuk është njeri. Kështu që vendosini mirë në mendje këto fjalët e mia. Dhe sot është i ftuar miku jon, përfaqësues dhe kandidat për deputet i Partisë Demokratike dhe i Aleancës për Shqipërinë Madhështore, përkatësisht vjen nga radhët e Partisë Republikane, një parti si modër e Partisë Demokratike, një aleate historike që në fillimet për 34 vite, sa ka demokraci, aq është edhe aleanca e Partisë Republikane me Partinë Demokratike. Albi Ajlezi, mirë se erdhe në Tru Podcast. Mirë se gjeta Shpend. Është kënaqësi për mua që ti je këtu te neve. Gjithashtu. Më thuaj vetëm pak, nisemi direkt në temë. Cilat janë sfidat që ke hasur ti në këtë fushat? Sepse është fushata jote e parë që ti del si kandidat për legjislaturë. Është vërtet. Shikoj, thuar sfida është fjalë e madhe në kuptimin e drejt fjalës prap, por që patjetër që kemi hasur sfida të jashtëzakonshme. Dalja në terren është një ndër sfidat më të mëdha që ne kemi, sidomos ne kandidatët e ri, kur përballemi me popullin. Ma beso Shpend është sfida më e madhe, do të thuash pse. Kisha një takim në një sinji para disa ditësh. Dhe kur shikoja rrugët dhe njerëzit që ankoheshin akoma për ujë, kjo ishte e tmeshme. Jemi vitin 2025. Dhe ai më thoshte mua që kryetari i qeverisë del me një premtim për pasaportën europiane. Ç'm duhet më thoshte pasaportën europiane kur nuk kam ujë në shtëpi? Ka sfidë më të madhe se kjo? Çfarë përgjigje do të japësh ti atij? Do të humb ndjesia.
Dhe I thoshte pasaporta europiane, thoshte unë mendoj që po realizohet që t'ikin dhe këta që janë këtu. Po. Bën sens. Të po I thot Rama. Dhe të vinë afganët, thoshte. Të po I thot Rama njerëzve. Merrni pasaportën që do ja japun, që t'ikni të largoheni si njerëz që këtu. Dhe ai këtë mendim kishte. Ndërkohë ne thoshte s'kemi ujë, s'kemi ushqime, rrogat janë cop-cop, na vënohen, nuk na vinë. Kupton? Dhe ç'a ka sfidë më të madhe se kjo, më thuaj? Ku mund dalësh ti një sfidë më të madhe se kjo të përballesh me popullin tat? Pra ti po thuaj që sfida më e madhe që ta kuptojnë edhe njerëzit, sfida më e madhe është me popullin I cili I ka humbur kredibilitetit e politika po thua. Patjetër. Dhe unë mendoj që për çdo kandidat, sfida më e madhe do të jetë tek populli. Dalja në terren, përballja me popullin është sfida më e madhe. Që ti ta prekësh nga afër atë çfarë populli ndjen, ata çfarë populli po kalon mbi shpallët e tij. E nisë shumë mirë ti fillim. Pra lista e zezë nëpër supermarkete, çmimet e larta, çmimi I karburantit I lartë. Ne I dim shumë mirë këta, Se unë jetoj me popullin vëlla, siç jeton ti. Absolutisht. Unë jetoj me popull. Këtë po them. Ne jetojmë me popullin dhe duhet jetojmë me popullin. Dhe kjo është sfida më e madhe për ne. Nuk është sfidë dalësh në emisione, nuk është sfidë të thuash dy fjalë bukura, nuk është sfidë që të shkollohesh jashtë Shqipërisë, për mua sfida është prekësh popullin. Prekësh njerëzit reale, hallet reale të popullit. Kjo është sfidë. Cilat janë premtimet që ti ke thënë, për shembull, duke u nisur nga ky lloj konteksti? Është ky zotëria apo zonja që të shankuar për këtë lloj gjëje? Çfarë I ke thënë ti? Shpen, që të jemi sinqert, unë nuk dal me premtime, në kuptimin që premtoj 100 gjëra dhe të realizoj vetëm 2, dhe objektivi mos të realizohet. Është më e qartë dalësh me 2 premtime dhe të realizosh 2 premtime. Ajo çka unë I thash atij apo le të themi I premtova atij është plani konkret I Partisë Demokratike për emigrantët. Pra duke vazhduar nga taksa zero për çdo emigrant që kthehet në Shqipëri dhe investon, për 5 vite taksa është zero. Kjo besoj që bim dakord unë dhe ti dhe çdo shqiptar që na dëgjon, që është një iniciativë mirë që Partia Demokratike është një plan konkret. Është iniciativë mirë, por që duhet përllogaritur, siç e shoh fund. Për shembull, apo ta bëjmë diskutim nëse këtu është podcast. Patjetër. Jemi në të dy shqiptar këtu. Vjen edhe Buçi, shqiptar nga Anglia, për të kthyer. Tani pse Buçit që të hapë një startup vlla duhet me 0%, 0% dhe unë dhe ti që jemi këtu nuk kemi, më thënë është ky diskriminimi pozitiv. Jo, e kuptoj, jo, është shumë e drejtë, është pyetje shumë e drejtë. Dhe e kam hasur gjatë edhe në rrjetet sociale për këtë pyetje. Dhe plani është që do ketë, domethënë po mendohet dhe në të mërkurën që vjen do I kemi një takim me zotin Berisha që është plani për rinin, që po mendohet dhe për rinin që janë këtu aktualisht, sepse edhe kjo nuk do jetë, domethënë kjo taksa zero për imigrantët do jetë për imigrantët që janë nën 40 vjeç. Nën 40 vjeç që kthehen. Domethënë te rinia. Pra është fokusi I rinia sepse ne e dimë që 80% e të larguarit janë rinj, mosha më vitale që ne kemi. Pra, edhe Partia Demokratike tani po mendon një tjetër plan për rinin. Pra për startupet, për njerëzit që duan të krijojnë biznes në moshën 30 vjeç. Pra do ketë ndihmë nga shteti. Kupton, do të jepet një lloj, le të themi, kredie, po me zero interes. Shikoj. Ne kemi qenë jashtë gjithë. Gjermania ka një sistem shumë të mirë fiskal, le ta themi. Nëse unë dhe ti bëhemi bashkë në një kompani, shareholders, 50-50, 40-60, pak rëndësi ka aksioneri i madh, aksioneri I vogël ose të barabartë. E vemi aplikojmë bankë. Domethënë jepet të gjithë projekti planit, plan biznesi, projekt plan biznesi çohet në bankë. Banka pasi bën ratifikimet e veta, konkluzionet e veta, verifikimet e veta, ta alokon ty një fond. Dhe thot, neve bashkëpunojmë me Bundestagun apo me qeverinë lokale, sa ti është me lande, dhe thot 2 vitet e para ti ke zero tax. A kupton? Por ta ka bëu planin e biznesit, pra lokali im dhe joti, në të lloj rasti, po marrim lokalin se është I prekshëm për njerëzit. Po, kuptoj. Do jetë kjo zona në Heidelberg për shembull, në Altstadt, te kjo lloj gjëje sepse në 3 kilometra vija ajrore ti nuk ke konkurrencë. Lokale dhe ti do marrësh. Ti nuk ke konkurrencë, pra merr gjithë atë pjesën aty që frekonton lokalin tat, po themi. Tani ç'a ndodh këtu? Këtu ndodh farmacit janë bërë si lokale. Ke parë të gjithë farmacit duke u ngjitur me njëra tjetrën. Kjo që sapo the ka qenë një nga le të themi idetë që unë kam ngritur. Sepse duke qenë një djalë I ri që vjen nga një familje që merret me biznes, është shumë e prekur kjo pjesa e çdo lloj biznesi, pra lokale, farmaci, furbuke. Rastisht që ke një furbuke këtu dhe mbas 2 dyqanesh ke prap një tjetër. Pra dhe ç'a ndodh? Po themi gjithë ajo vlera barabar që njerëzit kanë menduar ta harxojnë tek një X biznes, ndahet në 3-4 pjesë për një vend shumë të vogël. Dhe bizneset variojnë sepse nuk kanë fitime të duar, le të themi, ose nuk ja dalin që të mbajnë biznesin dhe mbyllen. Për shkak të kësaj distance që ti thua, dhe ky është një ndër planet kyç që Partia Demokratike duhet ta ketë patjetër në planin e vet. Patjetër. Pra distanca nga subjekti në subjekt duhet të ketë një lloj. Shikoj ç'a ndodh vëlla. Këtu nuk flitet për startupe.
rinia sot unë dhe ti nuk gënjemi. Nuk më gënjen dot as ty as mua. Të vi Edi Rama, Sali Berisha, X, Y, më thoj që do prekim botën, edhe sigur të vi Zoti në formë shkurret pa djegur vlla. Unë nuk e besoj. Pse? Sepse rinia duhet të jetë rebele. Rinia duhet gjykojë mbi fakte. Kjo është e vërtetë. Mbi fakte, jo mbi premtime. Premtimet ja kemi lënë prindërve tan. Po. Janë brumosur me shiringën e individit socialist, shteti i ditë gjitha, unë dhe ti që jemi djathtë jemi për një shtet vogël, aq më mirë që shteti, më thon, ku nuk hyn shteti, nuk fut shteti hundet, vlla, aq më mirë rregullohet sektori. Po, është e vërtetë. Pra, neve të freelancerat, që jemi freelancera, nuk kam unë probleme çmimesh me një podcast tjetër. Po. Sepse secili vendos çmimet sipas produktit që ofron vet. E vërtetë. Ndërkohë që kur futesh ti tek çfarë të mund të në sektor, më thoj një sektor që është futur në fasoneri. Aty vetëm problematika ka. Në media. Problematika. Po. A kupton? Po lëviza buçe. Po lëviz shumë keq. Ka vetëm problematika. Pse? Sepse fillon sistemi taksimit. Ke punë apo s'ke punë ti, shteti ty takson vlla. E vërtetë. Ke punë apo s'ke punë ti, ty të vendos një ligj ai me VKM, futet në fletore zyrtare, 40 ditë gash. U palos shumë e qartë kjo që po thu. Po kjo është ajo që ne duhet bëjmë diferencën pra nga qeveria sot. Duhet mendojmë për taksat e ulta. Nuk e di a ke parë planin konkret. E kam parë. Është zero taksa për bizneset e ulta. Po. Për bizneset e vogla. Po. Deri në kaq lek. Po. Deri në 180 milion lekë të vjetra mos e bëj. Po. Është zero taksa për bizneset e vogla. Kjo nuk mendon që jep një frym biznesit vogël? I jep frym, shikoj. I jep frym vlla, biznesit vogël. Po startupet për rinin, po kredia pa interes. Më thonë, në qofse mos harrojmë të taksën e sheshtë. Në qofse partia, shikoj, në qofse Partia Demokratike arrin të implementoj, sigur vetëm këto treja, për mua ka bë fitore, ka bë arritje të mëdha në ekonomi. Po tani të jemi sinqert, 2005-2019 Partia Demokratike ishte partia e premtimeve që realizoi pothuajse 80% e përqindjes planit. 2005-2009 ka qenë qeverisja më e mirë që ka pas Shqipëria. Po. Tu nuk kemi debat këtu sepse unë e kam promovuar vetë këtë gjë në për debate televizive. Problemi është tumik. Neve tani kemi njerëz të pakënaqur. E vërtet. Janë të pakënaqur edhe nga propaganda negativiste që Noc Rama ka bë për Partinë Demokratike. Pra, Partia Demokratike sot, Partia Republikane sot, Partia nuk e di agrare, e gjitha latët që janë aty, vojnë vetëm një problem. Është sindroma e individit socialiste quajmë. Pra, po ti kthehesh se ti je pak më i vogël, po ke lexuar një histori. Enver Hoxha kishte vetëm një parim. Jemi në 1985, thoshte jemi më mirë se 1938. Që e rankonte me kohën e Zogut. Pra, edhe pse 45 vjet diferenca i thoshte individëve të vet socialistë, atyre që kishte bërë shiringën që në shkollë. Jemi më mirë neve se në kohën e mbretit. Që dhe ajo është e gabuar. Kush ka lexuar histori? Ne kemi qenë moneda e 7 në botë franga arit. Leku tash nuk dihet çfarë vlerë ka, kupton? Na kanë zhvlerësuar fare. Edi Rama këtë ka bë, 2025-ën jemi më mirë se 2013. Që në jetëve se jemi më mirë se 2013. Absolutisht. Nuk ka shanse se dallohet e leku. Unë kam thënë në takime. Te leku xhepit vëlla. Patjetër që po, unë kam thënë në takime edhe në një dalje televizive që i kishte diku. Premtonte, domethënë thonte që në 2013 ne morëm pensionin mesatar me 140.000 lekë të vjetra. Më fal, 140 euro, dhe sot e kemi thoshte pensionin mesatar 180 euro. Po. Ndërkohë 140 euro në 2013 ishin 170.000 lekë vjetra, 180 euro sot janë 175.000 lekë. Pra praktikisht i e ke ulë sepse vitet kanë ecur shumë sepse është rritur janë rritur çmimet e shportës. Çmimet e shportës. Po kjo është pra, domethënë ai ka lënë vetëm një gjë Alba. Ka lënë arsimin vëlla, grop. Shëndetësi. Domethënë në momentin që ti nuk ke arsim, unë vi nga fusha arsimin. Momentin që studenti jeni vëlla nuk ka iden fare shkollës. Çfarë pretendoni, kush do t'i bëj pyetjet? Kush, më thën, pyetjen në formën e kërkesës llogarisë kundër qeverisë. Kush do t'ia bëj këtë pyetje që thuat? Kush i futet ekonomisë? Ai thot 140 është më e vogël se 170 apo jo? Po, kaq i duhet. I bën shkurt. E kuptoj. Ndërkohë që ai nuk e di, më thën, miq më thon, shpend 500 euro për një prostitut është 2 orë punë. 500 euro për një punëtor është 1 muaj punë, 500 euro për një bixhozhi është 1 tek goditje, 500 euro për një alkolist janë 3 shishe. Pra në destinacione të ndryshme ka vlera të ndryshme leku vëlla. Është shumë e vërtetë. Domethënë, në momentin që ti jep vlerën e, vlerën e dur lekut që ti ke.
Dhe unë po të them, një njeri sot që t'jetoj në kushtet më minimale vëlla, të optimales, kushtet bazike, do 1.000 euro sot në Tiranë. Patjetër. Me këto çmime që jemi sot. Çmimet e shportit. Çmimet e shportës, karburanti mos harrojmë. Çmimet e qirave. Kam vajtur me tim kushuri, kemi marrë për djalin e vogël shishe 1 litër e gjys ujë, 4 koli. 4 koli 32.000 lekë zotre. Po ta them kështu. Kandidat për deputet tani dhe ti duhet i dish këto lloj gjërash. Jam babai një vajze dhe e di shumë mirë. Ta kesh me jetë. Faleminderit. 32.000 lekë në Shqipëri vëlla. I bie 36 litra ujë, 4 koli. 36 litra ujë në një vend i cili ka rezervat hidrike më të mëdha të Europës, i dyti. Është shumë e vërtetë. Pra paguan një shqiptar 36.000 lekë, 16.000 lekë për 36 litra ujë, vendi me rezervat më të mëdha hidrike në Ballkan. Më thoshte, po, më fal që po ndërpres. Më thoshte një mik tani para ca kohësh. I kanë Kosovë dhe ndalova për të furnizuar makina me karburant. Edhe i them atyre të karburant, "Ore, ku e merrni naftën?" Në Shqipëri. Po si ka mundësi ju e keni më lirë se ne, ndërkohë ne atje kemi shumë më shtrenjtë se ju. Nuk e di kështu tonë çfarë bëni ju me taksat, atë çan funksionon, çan ndodh. Po përveç kësaj, është shumë e çuditshme shmend. Përveç se kanë çmim më të lirë, kanë cilëtete shumë më të mirë se ne. Pra ne marrim një naftë me çmim shumë më të shtrenjtë dhe cilëtetin e kemi shumë low. Pra makinat kanë probleme të përditshme dhe kjo është kosto për qytetarët, pavarësisht se ne mund të themi mund quhet kosto luksi, është shumë e vërtetë. Jo, s'është kosto, makina nuk është më kosto luksi vëlla. Jo, okay. Nafta nuk është më kosto. Unë nuk po them për atë tipin që delte rruga e Stalës edhe do me vajt tek Losti, edhe do me po xhiro me kafle e skorta, kupton? Ne po flasim për mua dhe ty vëlla. Tjetër kategoria jo. Ti hipe makinës për tart këtu. Po, tjetër kategoria. Për tart astiri vëlla, ty kanë ikur 2 litra naftë duke pritur në trafik. Patjetër. Ti përveç se e merr këtë 2 litër naftë me një çmim jashtëzakonisht lart, e merr dhe me një standard shumë të ulët. Pse ndodh? Pra dy fish problem. Pse ndodh kjo? Pse ndodh kjo? Ti na e dim shumë mirë se pse ndodh kjo. Na shpjegoj. Po pra, ky është një keq përdorim që qeveria bën, një abuzim që qeveria bën. Dhe unë mendoj që komplet tregu le themi i hidrokarbureve, karburanteve, si mund ta quajmë ne. Mënyra se si këta kanë vendosur ta menaxhojnë. Pra ne dimë që kompania Shell u vetofrua në Shqipëri dhe u largua. Kjo është një pikë pyetje e madhe që ne sot kemi. Po sepse ata nuk punojnë, nuk i vendos dot kushtet e pa u tregu projekte me prestigjioze, është një kompani prestigjioze, profesionale në atë fushë. Shelli është ambasador, zotërimetar, Shelli këtu ti ke fitu pikë në hartën e botës. Po kush e kupton? Dhe unë këtë nuk e kuptova, pra krijova një pikë pyetje të madhe, pse ajo kompani u largua. Pra thash nuk dua të hedh bal mbi asgjë dhe dua të jem konkret dhe realist. Mendoj që keq menaxhimi i kësaj lloj fushë ka të bëjë shumë me këtë pjesë. Kjo duhet parë në një këndvështrim shumë serioz nga Partia Demokratike dhe nga qeveria që do të vijë në 11 maj. Shikoj, Partia Demokratike nuk ka ndonjë sfidë madhe te kjo pjesa, ta shpjegon shpejt se jo, edhe unë atë do të thoya, nuk është sfidë e madhe, sepse Berisha le të themi ti me sinqert e ka thënë hapur. Vetëm akcizën vëlla. Paguajmë. E ka thënë hapur që ne do marrim çmim më të ulët në rajon. 100 lekë akciza, domethënë neve paguajmë 3 herë për naftën e makinës. Paguan te kolaudimi, paguan akcizën, paguan edhe te letrat. 3 herë. Shikoj shpend. Okej, dakord. Pra thash dhe kjo mund të jetë një mënyrë që qeveria jone ka menduar të tillë. Pra le të bim dakord te kjo pjesë. Por ne si Parti Demokratike, ne si e djathtë shqiptare, është ajo që zoti Berisha ka thënë, ne duhet t'japim ose ne duhet të ofrojmë për qytetarët tanë çmimin më të ulët në rajon. Unë mendoj që duhet jemi edhe më ulët se Kosova. Unë besoj se neve në ndritimin e zotit Berisha, me aq sa kam shpresë te pjekuria e një plaku. Po e marrim te plejësia tani, te një plak i urtë, që nuk ka më eksitim me pushteti, siç mund të kem unë dhe ti, që jemi të rinj. Është shumë e vërtetë. Neve sot jemi djem të thjeshtë. Patjetër mund ta marri pak euforia. Merr një shiring adrenaline që duket vetë sigurisht ka botën, fillon me shumë e vërtetë. Është shumë e vërtetë. Atë që neve kemi ndërtuar për kaq vite nga familja me kjo na ndodh shpesh dhe gjatë fushatës, ku kemi takime të frytshme le të themi ose të shpeshta dukur sikur ti realizove planin, pra duhet ti e ke sfidën te politika, unë kam sfidën këtu, a kupton? Problemi jon vëlla është që neve nuk kemi të ngjashëm me veten, sepse duhet të kesh një konkurrent, një oponent. Dhe kjo është gjë më e bukur që ndodh. Kur nuk ka karaktere të ndryshme. Ti ke një sfidë që thot Nietzsche, konceptin e mbi njeriut, që unë duhet krijoj shpendin apo ti Albin në mbi njeri,
më optimalin ton, më të mirin ton dhe duhet konkurosh me veten tënde, po e di sa e vështirë është kjo vëlla. Konkurenca më e fortë tosh është Më me e veten. vështira. Është me veten. Nëse ti arrin sfidosh veten, ti sfidon çdo lloj Se njeriu. kur un kam Albin super të përgatitur, un duhet të rri 4 orë, 5 orë në ditë lexoj vëlla. Është shumë e vërtetë. Edhe Albi do lexojë, sepse do përballet me gashin nesër. Edhe neve do përplasim i det. Kur unë i kam gjithë, i them buçit, i them orët më heqësh 3 vjet me insomnia, memoria, njohuri, nxjerrësh me këta në debat publik, ngjes drektar ki rraf. I mund. Është shumë. Sepse janë shumë të dobët vëlla. Edhe njëta, më thënë, Janë shumë të dobët, janë të konsumuar, plus politika që është aktive soletimi, se politika që këta kanë zgjedhur të bëjnë për mua nuk është s'është politika, është apolitika. Është apolitika. Ajo është politikë arkaike, ajo është politikë Dhe mesetare. prandaj nuk e kanë guximin, besoj që të përballen dhe me ne të rit dhe me ty si shpend apo me çdo lloj Vlla, opozitari Këta demokrat. janë të kapur që në moment, pa ju futur fare Që në pyetjet personale, parë. që në pyetjet parë. Domethënë, unë kam vetëm një pyetje për gjithë socialistët vëlla. Jepi Aramës 700.000 lekë, një ditë 24 orë. Të bëj jetën që bën me 700.000 lekë. 700.000 lekë janë shumë, po nesër. Po 700.000 lekë se s'do ta lëm, nuk do ta lëm mretin. Po ti po me një mesatare. Po s'do ta lëm mretin të minimalja, Okej. edhe pse e ka rritur e ka Jo, çuar po ne 200 aty euro. duhet ne aty duhet prekem, se ajo. Ka rritur 200 euro, nuk do ta vrasim mretin se kupton Okej. pastaj gjunofë se i pas kanë vrarë shqiptarët, fillon reflekton. Po jav një lloj Po tolerancë. japim 700.000 lekë. Okej. Po e mbyllit dot 10 diçën e parë me 700.000 lekë. Pyet ma bësh mua. Te heqësh atë vilën që ja ka dhuru gruan Surrel, Jo, Gjeta po Meran. po i heqin gjitha. Hiqe unë dhe ti vëlla. Qytetar çuna të rinj me një qera. Do martohem unë nesër vëlla, nuk kam lek blej qera, sepse na ka marrë përparësi gate në bashki për kredit Buda. Duhet të jesh gate, duhet të jesh tranzinor që të marrësh koeficientin. Unë që jetoj me prindrit, që jam në pem, më thënë, te certifikata familjare me prindrit, unë jam më i diskriminuar. Fundi i zinxhirit ushqimor. Shiko shpend, për të qenë i sinqert nuk jam diskriminues ose nuk paragjykoj. Pra, mendoj që secilin këtë jetë ka ardhur për të jetuar jetën e tij dhe në mënyrën që ai Ne dëshiron. po flasim për agjendën. Po pra, do dalë detaj ajo. Dhe po të them për këtë pjesën që preke për LGBT-n, që kanë disa avantazhe te kjo pjesë, është shumë e vërtetë. Dhe ne në Këshill Bashkiake kemi ngritë zërin. Por unë kam qenë për të kundërtën e kësaj. Do thuash ti cila është e kundra. Për ata fëmijë që sot jetojnë me prindërit e tyre, kjo është një sfidë. Ata duhet të kenë më shumë avantazhe. Sot është krenari që ti të mbash nënën dhe babain tënd në shtëpi. Kujdesesh për to. Pra kjo sot është kthyer në një sfidë, nuk është më sfidë pjesa tjetër. Po pra, po ligji e quhen sfidus. Patjetër, quhen sfidus faktin që ti je Ky lloj grupimi njerëzish Po. është diskriminuar. është diskriminuar. Tani kush i ka diskriminuar? Unë Dhe marrin avantazhe mbi këtë njeriu ose mbi këtë të riun që mban dy prindër në shtëpi. Po kjo është çmenduri. Kjo është çmenduri. Për mua kjo është çmenduri. Pra, ti me pak fjalë që ta kuptojnë njerëzit, çfarë po promovohet? Pra, ti të kujdes- familjes. Bravo, të kujdesesh për familjen që ka krim. Është krim. Domethënë ti Dhe ti- vlerësohesh, jo Patjetër. krim. Dhe që nga ky Vlerësohesh. moment ti promovon shkatrimin e familjes. Tani neve mbahemi si popullsi patriarkale, me mentalitet patriarkal. Pra, Dhe shumë patriot. burri patriot. Për mua patriotizmi nuk është kjo që bëhet këtu vëlla. Jo, Patriot është mos patriot- jetësh vendin 95% e shqiptarëve ju është dhënë mundësia, e kanë futur dorën vëlla, po lëp një 5% burra dhe gra fisnike Mirë. që 95% gjithë e kanë gjyrë një herë te qypi. Po kështu e kanë vajtur. Pse? Sepse këtu ka një koncept vëlla, nuk ndryshon qeveria nga shteti, Patjetër. si koncept. Tu Patjetër. e lidhin bashk. Qeveria, Ky shteti është Edi Rama, jo, shteti nuk është Edi Rama, as Ali Berisha, as Shpendi, as Albi. Shteti është Shqipëria vëlla. Janë populli, janë Është njerëzit. populli, sovrani, Po. shteti, institucionet. Neve jemi qeveri, neve do ndrojme, se pra ne kemi ardhur këtu, që ti ikësh ti të vi unë, ti ki unë të vish ti, Kjo duhet të ndodh. riciklohemi. Dhe kjo duhet ndodh. U prish ky lloj koncepti. Pse? Ose ne jemi të dashuruar me përdhunusin, sindroma Stockholmit, edhe ka gjasa jetë edhe kjo, sepse 45 vjet na ka përdhunuar një Dylberi Gjirokastrës. Duhet me thënë, është Dylber Enver Hoxha, kanë dalë arkivat. Edhe tani po na kap një piktor i marr, a kupton? Një piktor i marr, një meso piktor, një piktor I wanna be, se s'u bë kur piktor, u bë piktor pasi u bë kryeministër. Fillon edhe ka hapur telajën e Shqipërisë dhe ngjyros si ti do qefi. Ë, Tani ç'a mund t'i bësh ti këtij lloj populli valla, sepse Gash. ti je në terrenën. është shumë e vërtetë kjo që the. Ti sot vua nga patronazhistët. Ti sot je i survejuar Por nga patronazhistët. a mund ta bëj një pyetje? Po, Pra, patjetër. ti mendon që kjo lloj teorie që po thua ose ky lloj konteksti që ti po thua, mendon që është vetëm faji i popullit, nuk mendon që kishte faj dhe opozita pak këtu?
Shikoj. Opozita po flas para 2021. Shikoj, e njëjta opozit është në thelb. Do thosh janë të njëjtit faktor. Njëjtët faktor janë. Domethënë ai që e ndryshoi pllakën nuk e ka ndryshuar për shpendin e për interesat e shpendit dhe Dakor, talit, por unë mendoj, për qeni sinqert, unë mendoj që kishte një lloj bashkëpunimi midis ish-kryetarit të opozitës dhe sot kryetarit të shtetit. Ual është bëj evidente në kulmin e fushatës, tani shikoj, ka një parim shkenca politike. Sepse besoj e shef dhe sot dashurinë që kam midis njëri tjetrit me këto video të shkuarën nga rezultati të tashmes. Po pra, është postulat kjo. Atëherë bim dakord që në 2021 opozita i fitoi zgjedhjen. Në 2021 unë ditëm vetëm një gjë me vërtetësi vëlla, që PD-ja nuk donte me fitu. Nuk e di fitoj apo si fitoj. Jo, po flasim me shifra konkrete. Jo, shifra konkrete po. Po jo, ta them unë se Lëvizja Socialiste për Integrim, pra ish LSI-ja në atë kohë mori 110.000 vota. Dhe mori 3 mandate. Ta ka marrë në tavolinë vëlla, me formulë elektorale, sepse tani formulën elektorale nuk e bëjmë unë dhe ti. Po pra e ke çuar njerëzit më jo adap. Momentin që ti delegon, unë të çoj ty për lajmës. Ti tani punon për llogari të atij që po i çon lajmin. Është dhe faji ime që zgjodh aty. Këtë po them pra. Tani, duke u nisur nga kjo, bën një kronologji. 17 maj, ditën e kombëtare të Ylberit, u bën një takimi. Ndodhi takimi. Është simbolika. Pse pikërisht në ditë? Pse në ditë? A kupton? Siç e kemi neve atë konotacionin negativ, janë takuar ata të dy për të na ashtu neve. Ndoshta për të ndryshuar pak. Edhe arritën vëlla. Ç'a bën? Ata përdhunuan pluralizmin. E përdhunuan një dhe unë mendoj që zoti Basha, si kryetar i asaj kohe i partisë opozitare më të madhe, nuk u tregua transparent. Kur kanë qenë më herë transparent Basha? Po flas pikërisht për takim, sepse ai takim nuk ishte takim që u bë fshet gash. Ishte takim që e mori vesh mbar kombi shqiptar. Ishte ngritur çadra. Opozitarët po rrinin për ditë tërë aty. Dhe ai takim u mor vesh në gjithë kombin shqiptar. Aty duhet kishte transparencë, sidomos për opozitarët. Tjetër gjë nëse Edi Rama vendos po apo jo të japi transparencë tek njerëzit e vet, po ti e kishe detyrim për opozitarët, e kishe detyrim për njerëzit që po rrinin me ditë dhe natë të tëra aty. Kompleksi Bashës, që unë e kam studiuar vëlla, është ka qenë Berisha. Domethënë Basha kishte vetëm një gjë. Nuk mund të ishte dot kurrë njëshje në atë parti, për aq kohë sa ishte Berisha gjatë. Sepse nuk donte të ishte kurrë njëshje. Po nuk mund të bëj dot. Dhe nuk donte dhe nuk e kishte kurrë mendoj vullnetin. Sa djem ke njohur jetën tënde që janë beta, se Alfa e diun që ke njohur. Kam njohur, nuk po them se beta, ke njohur beta, po. Tash ç'a do ti bësh? Ore ti japë Çelçat e Rusisë. Ore sot vi Putini. Është e vërtetë. Ti japi Çelçat. Do të na merret ti për 24 orë, beta ta çon grov vlla, sepse është i lindur për qenë dysh, nuk është për njësh. Po, është e vërtetë. Ai është njëshi për qenë dyshi. Pra, në urdhrat e doktorit, ai ishte fenomenal, sepse ishte më i dëgjuari. Por unë mendoj që ai nuk ishte as beta. Nuk e dia ka nei fjalë për 3. Ka gama. Por e kam. Nuk e di un. Prap gama është fjalë e madhe, por sepse ai nuk u përdor dot as si dysh, as si tresh, pra as si njësh. Pra luajti në një fush, le të themi, ku nuk qëndroi as mbrojtës, as mesfushor, as sulm. Vlla, un po të them vetëm diçka, me sa kam kuptuar un, ai është pjesë e një agjende vlla. E një agjende që ka ardhur me kopin 2005-ën, një marrëveshje që doktori e bëri atë. Nëse s'po dim se kush janë pjesë e agjendave, se po përflitet shumë, po që të doli lista. Shumica e kishte te PD-ja. Doli lista e USAID-it, kush ka përfituar, kush nuk ka përfituar, kupton? Ajo parti duhet ta kuptojmë vlla. Ne jemi në fushat, nuk mund ta godasim. Unë nuk e godas, sepse qëllimi im është tiki Rama, të zhduket Rama njëherë, pastaj rregullohemi me këta që kemi. Ky është qëllimi i besoj i gjithë shqiptarëve që kanë dy pare tru. Kush ka dy pare tru mbi inteligjencën e një organizmi një qelizor, sa aq të duhet për ta kuptuar, ti je më i zgjuar se sa një ameba. Shpeshherë me miqt kur ulem dhe diskutoj edhe me njerëzit, po edhe me ju si gazetar apo me të tjerë njerëz që na rrethojnë jetën e përditshme. Mendoj që frika është gjëja më e madhe që populli jon ka. Domethënë kjo qeveri ka implementuar frikën njerëzve. Ka shumë njerëz që realisht nuk janë të majt, por ka një person punë, po themi. Po mirë. Të kthehemi te kjo pjesa tash. A vlen jeta jote për 600.000 lekë, 700.000 lekë? Aty do dilje pra. Dhe gjithë ajo çfarë unë shtroj tek këta njerëz është mërë, po pse nuk vendosti të dini për tek saj? Sepse, okay, ai personi që ti ke, po qof kushëriri, vllai, tezja, halla, xhaja, çonci ka. Ai po e merr rrogën e vet, le të them, apo jo. Pra po e çon bukën e gojës tek shtëpia. Ti çfarë po bën?
Ti çfarë po bën me jetën tënde, me jetën e fëmijëve tu? Pra ti duhet të ngresh zërin për këtë gjë. Vlla. Neve duhet ndryshojmë Kjo është mentaliteti. Duhet ndryshojmë mentalitetin. Që jo çdo njeri duhet punsojë në Këtu shtet. populli duhet të jetë sovran. Populli duhet vendosi. Populli nuk është asnjëherë sovrane. Jo, Është krijuar iluzione. Populli duhet të jetë i ndërgjegjshëm. Që populli në momentin që masivizohet, sa do të ketë interesa okulte. Kanë ditë shumë mirë se ç'është bërë në Francë, e se ç'është bërë në Greqi, e se ç'është bërë në Belgjik. Franca ka djegur 5 republika dhe 5 kushtetuta për të arritur atë që është sot. Pra është derur gjak vlla. Atëherë? Është derur gjak 5 herë. Jam prerë koka mbretërish në Francë. Kanë qenë barbar francezët para se të bëheshin djep civilizimit tash. Edhe anglezët po ashtu, edhe amerikanët. Po mirë. Amerikanët janë qendra botës pasi u shkatruan me njëri tjetrin në luftë civile. Okej, dakor. Greqia vlla është me koncept gjerman. E ka bërë Gjermanin që në luftën e dytë botërore. Po ne po thuas na ka bërë njëri fare, ne kemi gjaksi. Neve na lan vlla. Në 1945 në konferencën e Potsdamit të Jaltës, u ndan një shami hundësh qurresh. E ke fakt historik midis Churchillit, Rooseveltit edhe Stalinit. Bullgaria 90 për Bashkimin Sovjetik, 10% për aleatët. Po, i jepte vetëm tikaj Stalini. Greqia 10 për Bashkimin Sovjetik, 90 për neve, po Jugoslavia 50-50, supermend Shqipëria fare vlla. Mirë, ne ishin të kohët e Jo, nuk ishin vlla, nuk u futën fare në RFN. Pse? Sepse ata na kishin. Po pra, portet na duan ata. Edhe xeherorët, mineralet poshtë, atë që erdhi shelli, atë që po merren minierat. Po pra, do të thuash na shikonin si vend tranzit. Tranzit korridor. Nuk është se kishin në interes të neva. Edhe na lan një mendje të smur. Promovuan francezët një mendje të smur, siç është Enver Hoxha, që kalojnë paranoja pas traktatit të Varshavës, shkputjes nga traktati i Varshavës, nuk dolën nga Shqipëria e ktheu në burg të madh. Shpend, unë mendoj që ne si popull, në mënyrën se si jemi qeverisur për 34 vitesh tashmë. Mendoj që vetëm një shkëndina mungon. Pra e kemi gati atë zjarrin, le të themi. Po çfarë zjarri do kesh kur tjetër të tregon bukën e fëmijës? O Alb. Më fal, tjetër të tregon bukën e fëmijës? Bukën e fëmijës, po thot nuk të jap votën në vlla ty, të dua fort, djali mirë shumë me të gjitha me radhë, po unë do të jap Lali Erit prap, se Lali Eri mua më ka futur në bashki. Këto eksponent do ekzistojnë. Po janë shumë vlla, nuk është se ekzistojnë, se ekziston edhe perversia, ekziston edhe pedofili në shoqërinë tonë. Po çfarë jemi ne opozitë o gash? Nëse ecim me këtë frym, që shikoj se këta janë shumë me kështu aty. Ne ti the një gjë të bukur vlla. Këtë një gjë të bukur. Ky ka bë frikën. Frikën? Ti ç'a duhet, cila duhet të jetë moto? Bravo. Si hiqet frika? Duke dalë, duke taku popullin, duke folur me to dhe duke shpjeguar se si funksionon. Frika hiqet në këtë lloj mënyre. Ne vemi për të majtës e djathës e zotëria. Ne jemi bashkëvojtës, nuk kam më do vim neve në pushtet të heqin majtët cilin djatët. Patjetër, unë e kam thënë kudo. Vetëm kështu hiqet frika e atij që ta liron votën. Patjetër, unë e kam thënë kudo që kjo gjë që ndodh në Shqipëri, që vinë të djatët, heqin të majtët, vinë të majtët, heqin djatët, është gabimi më i madh që ne bëjmë. Ti shko për mendimin, më fal, erdhi Partia Socialiste në pushtet, fryu administratën. Po. Ne dim se kush është rezultati i kësaj fryje, po atë po them pra, për siguruar vota pra. Për siguruar vota. Dhe çfarë do bëjmë si Parti Demokratike? Do dyfishojmë fryrjen për siguruar dyfishin e votave. Partia Demokratike duhet krijojë një lloj standardi, ka shansin historik për me vendosur si standard vlla. Një standard dhe një minimum jetik. Një minimum standard politik njëherë. Po vendosë standardin politik që do të thotë, hajde bëjmë garë të ndershme. Hape. Po. Hape, çfarë do të thotë? Minimalja si Kosovë. Minimalja si Kosovë. Domethënë, vendosim një garë të hapur. Vendosim kushte loje, hajde ndeshemi me Partinë Socialiste. Po. Mos ndryshohet. Është një garë fair. Në çdo legislaturë ndryshohet kodi zgjedhor, kodi elektoral. Nuk marrin vesh tani të duhen 10.000 vota, apo duhen 1.500 vota, apo duhen 17.000 vota, kupton? Tani nuk merr vlera as vota. Nuk merr vlera as vota vlla. Është shumë e vërtetë. Se s'dihet për llogaritë se me çfarë formulash do ta bëj. Dhe kjo në një farë mënyrë na ka futur në një luftë midis njëri tjetrit se sa në luftë me armikun. Po për atë është. Unë ta thash edhe në kafe, armiq ti ke brenda, kundërshtarët e ke përballë. Është vërtet. Domethënë ti, miku im, do luftosh brenda listës. Pse? Sepse do të marrë tjetrin telefon, do të vi tjetri do të hyn në zonë, do korruptohet, më thonjë za çfarë do lloj gjëje që të ketë rezultati kundrejt atij. Shpresoj që kjo mos na ndodhi ne si Parti Demokratik. Ndodh vlla. Ndodh kudo. Nuk ndodh vetëm Partinë Demokratike. Jo, e kuptoj, është e qartë. Nuk është diçka, është nuk e zauron sado që të mundosh, por që pushteti është epshi më i madh vlla. Këto e kam parim nga Kisingeri.
që i thoshte Mao Zedongit në 68 takimin e tyre në Pekin. Afrodiziaku më i madh shoku Mao është pushteti. Prandaj unë kam femrat më të bukura në krah dhe pse jam njeriu më i shëmtuar i Amerikës. Sepse jam njeriu më i pushtetshëm vëlla, kam pushtet edhe më shumë se sa presidenti. Është vërtet. Pushteti vëlla është eros. Më thënë, disa njerëz e kanë ngrënë nga pushteti. Pa fund, koka të mëdha. Po flasim Mitterrand, Sarkozy, Berlusconi, e kanë ngrënë shumë veta nga pushteti. E kanë ngrënë, po mendoj gash që shumë aktor politik ndërkombëtar ose le të themi në Europë apo kudo në botë kanë pas të lloj qasje që ti thua, po ka pas nga ata dhe që s'kan pasur këtë lloj qasje, po kanë pas një progres shumë të madh apo një sukses shumë të madh në jetën e tyre, pra. Po. Jo gjithmonë pushteti është luks, se varet mënyrën se si ti vendos ta menaxhosh pushtetin tënd. Pra do ta menaxhosh le të themi për gjëra personale apo do ta menaxhosh për të bërë një të mirë për vendin tënd, për popullin tënd. Vëlla. Shiko, kjo vjen, neve kemi një shprehje, shikoj titrit genin. Është e vërtet. Tani, ti vjen nga një familje e madhe, vëlla. Unë vi nga një familje e madhe, me baballar të respektuar, me gjyshër, me taban, me 3 r, jo me 1 r, siç janë këta. Ti nuk vjen për të vjedhur këtu, vëlla, sepse ti minimumin jetik tëndin e ke të siguruar. Se punon, nuk është se e pa punë. Je futur politikë se politikën e kam pasion, nuk e kam biznes. Unë i hyj vëlla kësaj gjë se unë e kam pasion për vete. Unë vetëm me kët, ta ngre kët, nuk më duhet politika vetëm prish punë. Në thelb. Në biznesin tim politika të prish punë vëlla. Çfarë bëj unë? Media, marketing, se duhet të takosh gjithë. Po, atë po mendoja, domethënë faktikisht tani që po e thua, po e mendoja me veten, realisht për shembull mua më shumë ka prish punë, le të themi. Pra ka marrë kosto mbi shpatulla që ndoshta. Pse e bën ti dhe pse e bëj unë vëlla? Unë e bëj sepse nesër pastaj unë duhet të jem te tavolina kur merren hidhen fatet e botës vëlla. Kur merren vendime. A dikush ka qenë një ndër arsyet. Shpende, dikush ka qenë një ndër arsyet më kryesor, nuk jam thënë herë. Një ndër arsyet më kryesor pse unë jam futur. Podcastin vetëm kështu flasen, nuk e kam thënë ndonjëherë, lirohen. S'ka mundësi vëlla. Arsyeja më kryesore që unë kam qenë, domethënë që unë jam futur në politikë. Mbaroj universitetin për Financbank. Dhe siç jemi, e ke pas grup shokësh që të njihesh, takon, plakun pas një viti u shur çdo gjë. Ngelem vetëm 2. Gjithë pjesa tjetër u largu. Moj rrugët e emigracionit. E di si jam ndier, më besoj nuk jam ndier ndonjëherë më vetëm sa atëherë. Dhe pse kisha shok të tjerë. Po me ata të ngushtë që rrin. Sepse me ata lidhesh, ke pasur je çdo ditë, pra mëson me ta, studion me ta, han me ta, rrin me ta, kalon kohën më të madhe me ta. Dhe ishim një grup studentësh që domethënë kishim si fokus, a kuptoj, shkollën dhe asgjë tjetër. U lidhëm shumë ngushtë me njëri tjetrin, krijuam relata shumë të mira me njëri tjetrin. Plaku për një vit është çdo gjë. Sot 80% e tyre kanë marrë. Jo, kupton që unë shokët i kam gjithë në Angli vëlla. Më kanë ikur në Angli shokët. Shumica po, është vërtet, shumica në Angli. Pra, më beso që kjo ka qenë arsyeja më e fortë dhe më kryesore që unë jam futur në politikë. Kurse unë vëlla jam futur për një gjë tjetër. Unë jam futur për biznesin vëlla, për pronën. Nuk e toleroj dot që të vijë Enver Hoxha të na shtetëzoj pronat që mi ka marr Imstri Gjysh me Napoleon Are. Kjo që sapo the ti lidhet me këtë që sapo thash unë, sepse duke mos pasur një ekonomi të mirë apo një ekonomi të qëndrueshme, të gjithë kanë marrë rrugën e emigrimit për një ekonomi më të mirë o shpend. Nuk i kanë marrë rrugën e emigrimit ai se nuk i merr. Po i kanë marrë diçka nga bota dhe pa e sjell këtu. Shokët e mi kanë ikur me 2000 euro rrog këtu vëlla. 2000 euro rrog. Po pse kanë ikë ke pyetur? Vëlla, kam ikur dha se unë nuk arris dot fëmijën aty. Po pse se rri dot fëmijën këtu? Sepse nuk ka shanse. Në shkuptim pra. Nuk ka shanse sepse edukatorja është në nivel, mësuesja është në nivel. Dhe kjo nga se ka ardhur? Mobilizohet vajza. Dhe kjo nga se ka ardhur? Mobilizohet djali. Kjo nga se ka ardhur? A ka ardhur nga rrogat e ulta? Si? A ka ardhur nga rrogat e ulta? A është faktori kryesor? Jo, vetëm rrogat e ulta ma. Po jo, unë do t'i numëroj një nga një. Po a është kjo e para? Jo, e para është, di çfarë është vëlla? Që ti futesh me mik. Po. Okej. I pari është korrupsioni. Okej, bim nga ne do fusim patronazhistën ton, sepse ai na duhet edhe na garanton votat në këshillin e shkollës, në këshillin e mësuesve. Nuk e di nëse të ka rënë në kohën e pandemisë, pak mbrapa pandemisë, takoja shpesh të doktorët, infermierët. Dhe më thonë gjithë do iki për Gjermani. Edhe i pyesja, realisht kisha dëshirën ta dija pse po ikim, pse po largohen. Dhe gjithë më thonin rroga. Pra, dhe kjo vjen si pasojë ajo që the ti futen me mik, sepse duke larguar gjithë ata me eksperiencë, duke qenë profesionistat, ata që largohen dhe lejnë të vend të vetmuar, normal se s'ka ku ti marrim më, ku ti gjej mësuesit e tjerë.
Janë largu gjithë. Vlla, S'ka o plak, nuk ka infermier, nuk ka doktor. e disa veta sot ka që ti po të bësh një politikë kombëtare, të bësh një konkurs, ta çosh rrogën, japonezët kanë një shprehje të bukur. I kemi dhënë pedagogut autoritetin e perandorit edhe buxhetin e kryeministrit. A kupton çfarë shprehje? Domethënë i kemi dhënë peshën e Hirohitos, pra është i nderuar që kur hyn pedagogu në klasë gjithë në kom Ngrihen këmbë, siç ka qenë. dhe buxhetin pra rrogën e kryeministrit të vendit. Ndoshta edhe më të madhe. Pse? Jo pse? Sepse mësuesi ka mësuar edhe Hirohiton edhe kryeministrin. Pra Institucioni. ai që është bërë kryeministër është mësuar nga ky mësues. Më i madhi të mëdhenjve në histori, neve njohim Aleksandrin e Madh. Aleksandri i Madh nuk e ndau kurrë veten, unë jam Aleksandri, studenti i Aristotelit. Gasha di ç'm ka thënë një plak i vjetër. Ka shumë vite që ma kanë thënë, më kanë ngel mend. Se unë mbaroj për ta pleqt. Sinqerisht ishte shumë i mençur, shumë i zgjuar dhe kishte kaluar shumë vujë në jetën e tij. Kam qenë diku te 14-15 vjeç dhe më pyet, mëson shkollë, më tha. I thash mendoj se po, ka hapësira edhe për më mirë. Realisht unë në shkollë kam qenë 9 vjeçar, kam qenë president shkolle, pra kam qenë mesatare 10.0. Dhe më thotë, do të them një fjalë thotë, mundohem maj thotë vathëm vesh thotë. Edhe kriminali më i madh në botë, më i suksesshëm në botë. Të gjithë parat i ka kaluar nga ai me shkollë. Ku do të dilte me këtë? Pra nëse ti je kriminal, bën një krim, ti do paguash avokatin, apo do mundohesh të korruptosh gjykatësin. Pra të gjithë paret ose lekët e pista, ti do t'i kalosh tek ai që ka frekuentuar shkollën. Zgjidh rrugën e shkollës, ajo rrugën e krimit. Dhe më ka ngel kështu vathën vesh që atëherë. Shikoj. Dhe sinqerisht kur domethënë duke u rrit shpeshherë ja bëj këtë pyetje vetes, vazhdoj dhe e mendoj. Ka diçka valla. Mua ma ka bërë shumë herë pyetjen, sot është valuton leku. Pra, nuk valuton më as inteligjenca, as shpirti, as bota që ke ti. Sot Chelsea suksesi, do të thënë, për llogaritë e suksesit është sa lekë në bank vlla, X lek. Ka më pak se ty ti je më i suksesshëm, je më i zgjuar. Fatkeqësisht apo fatmirësisht nuk e di, po kështu funksionon momentalisht. Atë do të thoja. Kështu funksionon, por në Problemi realitet është nuk mendoj se është. Problemi është tu. Më kanë thonë prove apo ky podcasti Sigur zblen. Jo, sa të vej do shumë kohë, kupton? Po. Sepse njerëzit të vllaj duan ta mbjellin sot, Dhe ta korrin po sot. ta korrin dije sot është Është ta vonë. gjejon, më thoj sot e sot për sot, se E po i kuptova. hedhim pesticide, po e do dije vlla, që s'kishin fol fare për fare në. E kuptova. Edhe unë i tham, vlla, unë e kam potencialin që për 5 vjet vete 30.000 euro në muaj, po të punoj fort nga YouTube. Vetëm nga YouTube pa u marr fare me ty. E kuptoj, qartë. Pra ti Për ke 5 një vizion dhe një plan afatgjat. 10 vjet, Po. 15 vjet, gjallë jam unë, se s'vdes. E kam caktuar 95 vjeç, do thoj rekordin e Sërgjyshit. I paske E kam nda punën caktuar me trurin zonin. tim vlla, me Zotin atë i kam kërkesën. Do të thyej edhe rekordin e pyet- shpendit madh, pastaj merr Si kur pyet edhe një herë për mua dhe flasim prapë. Sot vllai, çka ke ta bëj kërkesën e për të. Ideja është vlla ti që merresh me mall, me drog, me çfarë dush ti. Ti e ke margjin e fitimit më të madh se sa unë vlla. Po çmimi që paguan ti për atë margj është burgu vlla. Ti po të hodhën çelcat në det. Un kam kohë të eksperimentoj të lëviz. Edhe bosh, bëj lëvizje unë. Ndoshta ai që jetin Kurse Chelsea ti, ndet vlla, është pauzë. Ti je i fshir, me çelca ndet ti je i fshir vlla. Po pra, është pauzë për një afat Dhe kohë. unë nuk do ta bëja kurrë jetën e xhirizave. Sepse unë lekun vlla e bëj që të marr Albin, familjen e Albit, familjen time, të ikim për pushime, 2 familje vlla, të ikim në Maldive. I paguaj unë, kam lek, do t'i paguaj se kam qef për misin tënde. Nuk i du lekët për të fjetur në bunker, o zotëri, ti me paranoja. Ç'është zgjedhje. Ç'është zgjedhje? Atë mendoj. Ç'është Është çështje koncepti. zgjedhje. Ç'është koncepti. Çdo njeri nga neve mund të bëhet kriminal. Tani, merr një armë, dil më të fortë që të bën ti rregullin e burgut, plasja atje. Të gjithë friksohen. Gjyshi im thot për të bërë keq të duhet vetëm 1 sekondë. 1 milisekond vlla. Tamam. Milisekond. Okej, po, A do domethënë me e u bërë thot miq në bashkë? mënyrë metaforike. A do me u bërë miq bashk? Një tek fjalë unë, një tek fjalë ti u bë marr miq të rjetën bashk. E vërtet. E di sa na duhet neve për ta kultivuar një miqësi me njëri tjetrin, ndoshta të rjeta. Tamam. Tamam, shumë e vërtet. Ndoshta të rjeta. Ndoshta do duhet shumë kohë. Dhe ti këtë vlla, këtë sfidë që ke sot, që je një kandidat për deputet, ti e ke të vështirë kultivimin, po shko te kultivimi, vetëm kultivim. Pra, hidhe farën te sovrani. Unë mendoj shpend që ne si politikanë të ri, sidomos ne të rit, do të kemi një plan dhe një vizion të qartë. Cili është plani jote vlla? Ma thoj me 2 fjalë, plani jote dhe vizioni jot. Po, atë po them. Pra e kam fjalën, ne nëse nuk vendosim një target,
me çdo çmim. Me çdo çmim, duhet paguajmë çdo çmim që të shkojmë drejt asaj targeti. Mendoj që rrugën e kemi shumë vështirë. Sepse diskutuam dhe më pak më parë kur folëm. Ne në luftën nuk e kemi të drejtë. Pra jemi përballë një makinerie, ne e dim. Është njësoj, sikur shkojmë në luftë, armikun e kemi me tank, ne do jemi me nga këto e me llastiqet me gura. Çfarë mund të bëjmë aty? Ne do presim desa dalja ai nga tanku, edhe ta zejmë diku. Se në mënyrë tjetër s'kemi çfarë të bëjmë. Pra, dhe plani dhe vizioni im, prandaj jo më kot të thash është fokusi rinia. Unë ku do shkoj, këtë që takoj. Të thash dhe 2-3 takime që kam pasur në terren. Shumica janë mosha 50, 60, 70 në takim. Dhe gjithë mankon, kam djalin e migrim, kam nipim, kam vajzën, kam besën. Pra, mosha më vitale ose 80% e të rikur, 90, mos them 90, më mendoj që janë 90%. Dhe ti siç e the, gjithë shokët e tu janë Angli. Gjithë shokët e mi janë Itali, Angli, Amerikë. Për çfarë? Kjo është mosha më e prekur. Pra rinia, dhe plani im është rinia, rikthimi i rinisë në vendin e tyre, investimi i tyre këtu, për ta bërë Shqipërinë si një vend si gjithë Europa, jo për ta bërë Europën vendin e tyre. Shqipëria duhet të jetë vendi kur të rrit lulëzojnshme, të rrit investojnë, të rritin fëmijët e tyre këtu. Ne bëjmë vendin ton vendin më të fortë. Jo të ikim në Bashkimin Evropian dhe gjithë atë investim apo gjithë atë mund apo gjithë atë plan që ne kemi menduar për vendin ton të realizojmë në një vend tjetër. Sa të ri shqiptarë keti që sot janë shumë suksesshëm në Europë në përballë. Atëherë, pafund. Pse mos të jetë humbur që edhe suksesshëm? Po mirë, patjetër. Po pse mos të jetë kjo e kundërta? Pse mos vinë ata që janë suksesshëm të aderojnë vendin e tyre? Sepse nuk ka alternativë vlla. Po pra, po ne duhet të jemi alternativa. Si do ta bësh alternativën? Me plane konkrete. Kush është plani pra konkret? Po plani konkret ta thash, ne po punojmë për një plan konkret që këto ditë do jetë në rrjetet sociale apo do paraqitet si platformë kudo, po plani më konkret është të japim frymë biznesit, të ulim çmimet e shportës bazë, të ulim çmimet e apartamenteve, të japim kredi me interes zero për një startup për të rit, të ulim çmimin e karburantit, të rrisim pagat, të rrisim pensionet. Besoj që këto janë mjaft arsye të rëndësishme për të kthyer minimumin jetik në një vend si Shqipëria. Tani, të gjitha këto janë shumë të mirë pranuara në teori. Edhe në praktikë më shpejt, këto arritën në teori vëllai. E di pse bëhet se po ta them teori. Se ti mendon se janë të realizueshme këto? Jo, janë shumë të realizueshme. Po ne nuk do bëjmë 1 kilometër rrugë 40 milionë euro. Po nuk janë afatgjata në momentin që ti nuk. Pse nuk janë afatgjata? Ja ta thotë shpene. Sepse ti nuk e futur arsimin në vëllai. Më thon ti e kemi futur arsimin, edhe shëndetësinë. Po flas te këto lloj gjona se si veshtit e minimum jetik këto që përmendit ti. Po arsimi. Bizneset gjitha me radhë. Ti duhet të kesh i klim vëlla, është çështje mentaliteti. Pra sot e kësaj dite, gjithë shqiptarët janë agresiv. I ke vënë në rrugë, janë agresiv vëlla. Duket janë të palumtur, nuk kanë dritë në sy. Është shumë e vërtetë. Nuk kanë dritë o vëlla. Ti ke të gjitha të mirat edhe ai që i ka të gjitha të mirat është i ngrysur. Pse? Sepse të bën vetë është energjia, nuk e di se çfarë energjia është këtu. Je koshient që 80% ose po them përqen pak modest 70% e të rive sot vuajnë nga depresioni, ankthi dhe stresi. Absolutisht po. Po unë kam kaluar vetë studentët e mi, 6 vjet. Mire bëja trajtim me ata edhe psikoanalitik, se si ta liroj ata nga menja. Po. Që unë kam nevojë për vete të liroj nga menja ime vëlla. Se do unë pjesë e masës jam në thelb. Atëherë këto afektohem apo nuk afektohem? Këto vijnë nga problemet personale që gjithë secili prej tyre. Jo probleme personale vëlla. Unë di që çfarë është kjo, mentaliteti këtu jam i pasigurt zotëre. Pra, ku vjen pasiguria? Unë çohem sot mëngjes, më hedhë dirama për shpifje. Kot. E ka gjithë drejtën e botës për të hedhur, se e ka miratu ligjin. Nuk është probleme se më hodhi mua Rama apo Albi. E kuptoj. Unë e kam problemin te gjykata. Unë e di që gjykata është në partencë e korruptuar vëlla. Afërmend. Është që në start, domethënë ai gjykati do marrë lek, nga ai që kam shumë lek se sa unë, se unë s'jap lek vëlla. Se s'jap lek për drejtësinë. Që këtu më pritën krahët. Pra, në momentin që ti nuk ke ligji nuk është i barabartë për gjithë. Absolutisht, ka qenë ndonjëherë. Ky e ka kthyer në grov fare, domethënë ky vëlla nuk miratojnë një shtet demokratik që aderojnë për të futur në Europë, për të marrë atë pasaportën europiane që nuk ekziston pasaporta europiane, se është edhe ignoranta, kupton? Ose ja ushet ignorantëve do ja pasaportën europiane, do jetë e njëjta pasaportë thjesht ti nuk do të pyetesh më unë mendoj që ti pasaportën europiane mund ta sheshësh, por
ka disa probleme shumë më madhore Shqipëria para se të shkojmë te pasaporta europiane. Domethënë Unë nuk jam kundër pasaportës europiane, parimisht. Unë dugja në vendin tim mos kem një shef idiot, debil, analfabet funksional, partiak. E kupton që sot ne flasim për një minimum jetikosh men. Po të nxji jetën o vlla. Po pra. Gjëra që shpenen këtu se do të duhen për fushat këtu. Është një debil patronazhist që ke drejtor. Që ai ka dashnorit e veta në punë, ka dhe patronazhistët. Që ne njohim institucionet, nuk është se njohim institucionet. Që këtu mund të huajsohem komplet nga institucionet e shtetit tim, nuk kam besim, sepse shikoj të mbushur me kërpudha idiote. Se janë si kërpudhat, hapin si idiot pas shiut. E dyta, në gjykat, unë e di që s'kam garanci juridike, vlla. Kur më vin tatimet, unë e di që do më kërkojnë lek. Të shkojnë në shkollë, këta vjetin dhe te kopshti fëmijës, e kupton qa përbin që është janë, këta nuk kanë shpirt. Ta bëj halalun ty që je i zoti me vjet 40 milion euro në kilometre katror. Në gjenë mua e debil, në gjenat e tjetrin frigacak, gjenat e tjetrin byt klepires, gjenat e tjetrin që merr 500.000 lek rrogë dhe ja ke mbyllur gojën ti, po te fëmia merren vidhen tendrat e qerdheve dhe të kopshteve, ta premtone e ty në kopshtin me drek, me mëngjes, me darkë për fëmijën se ti je punëtor, ti dhe gruaja je punëtor, edhe fëmia jote ecën me margarinë ose zotri. Do ta them ndryshe këtë që po thua. Këtu të tjerë shohin se ç'a bëjnë këta dhe mundohen bëjnë tek këta si ata. Pra ai vjet ti siç e the, ai vjet 40 milion euro metrin katror ose kilometrin për rrugë. Dhe ti the po e bëri mirë të ma bëj se pata mendin unë, po pse të vjeti këtu. Po dhe ky që është këtu ke koshi thot, ora ai po vjet 40 milion euro metrin katror si ndodh ose gjë thot. Pse mos ta bëj? Ma kapte morali vlla. Po pra unë kam të morali pra, çfarë po them? Dhe këta kanë kaluar për te moralit. Fëmia për mua vlla, fëmijët sot, ti ke vajzë vetëm s'kam. Po unë kam fëmijët e shokëve. Faleminderit vlla. Kam fëmijët e shokëve, kam fëmijët e kushurinëve që i kam jetë. Janë e vetmja provë që parajsa ekziston vlla. Për mua. Absolutisht që po. Fëmia është ëngjël vlla. Është ëngjël. Nuk ka as të mirë as të keq, ai është vetëm dritë. Gjë më e bukur që mund t'i ndodhi një njeriu. Tashi, si mund të vesh ti mor bastard, të vjedhësh edhe fëmijën, edhe ëngjëllin. Mirë mua, se unë jam mëkatar si puna jote. Korrupsion ti për 40 milion euro. Korrupsion dhe unë te dritat me 20 milionë. Unë mendoj që Hajduti nuk njeh moral dhe nuk njeh kufi. Ka vlla, se ka dhe Robin Hooda. Ka vrasjes me pagesë, nuk vrasin nëna me fëmijët tim. A kupton e ke pa që kohëve të fundit s'po ekzistojnë më këto Robin Hood që thua ti. Se nuk e di valla, jam bë mretër gjithë apo. Sepse këtu nuk funksionon ligji, këtu është sot po i vrasin me nën. Te sherifash vlla. Me fëmijë për dore, po vjedhin te pushimi i fëmijëve, tek barnat, pra tek ilaçet, pra nuk ka më dhëmshuri për asgjë, ka humbë dhëmshuria. Flisni për të shpëtuar njerimit. Ne jemi në kushtet që s'do duhet të ishim, sepse ndoshta jemi rast unikal 34 vjet tranzicion. Ju deshëm 15 vjet Gjermanisë së luftës dytë botërore që të ngrihej të bëjë motori i ekonomisë së Europës. 15 vjet vlla, vendi më i shkatruar i botës. Pas Hitlerit. 15 vjet hëngrën kartofel ata, gjithë me radhë dhe ndërto shtëpitë e njëri tjetrit, do bëjnë Gjermaninë. 34 vjet neve sot ndajemi për DPS o zotri. Dhe kemi ujë, s'kemi ujë. Edhe kemi ujë dhe s'kemi ujë, kemi drita, s'kemi drita. E kuptoni 34 vjet Shqipëria si Europa, është akoma e njëjta retorik politike si 92. Dhe unë prandaj jo më kota ngrita atë pyetjen. A vlen kjo pasaporta europiane në të lloj kurse që Zero vlla. Zero. Sepse unë mendoj që i vetëm Zoti Rama, po kushdo që të jetë nesër në qeveri, shqiptarët kanë shumë më shumë hallet dhe probleme të brendshme, reale, të prekshme, se sa pasaportën europiane. Ma besoj që ka familje që thonë, inshallah nuk futet në Bashkimin Evropian sepse më hiku te ky që kam këtu, se po i majnë fëmijët me zor. Në radhë të parë, unë nuk e kam probleme do ikin, se ai që e ka ndarë mendën për tikur do ikim. Është e vërtetë, ai që e ka ndarë mendën për tikur do iki, është vend. Po dhe nëse ti krijon gjërat më minimale, gjërat më bazike, kushtet e di çfarë të bën ty Bashkimi Evropian me taksa vlla. E di sa taksat shton. Po e vërtetë është. Pse si ke pyeti miqtë tu se si janë taksat atje? A di të kpusin çfarë aty? Të këpusin. Po. E di sa është burgu për evazion fiskal? Në Bashkimin Evropian? Të këput vlla. Kjo është gjë e mirë. Vlla, në momentin që ti nuk nuk është gjë e mirë të futesh ti në burg. Gjë e mirë është gjë e mirë të futesh ti në burg. Gjë e mirë është që ti të hartosh politik që ai mos shkojë te evazioni fiskal. Patjetër që po. Po kur ti e ke këtë evazion fiskal, është gjë e mirë që të marrë atë që duhet. Pa dënimin që meriton. Po tregoj një histori.
Napoleon Bonaparte kur ka ardhur në pushtet si konsul i parë, se pastaj u bë mbret e perandor, erdhi diktator, konsul i parë. Pyeti për Joseph Fouchon, që ishte ministri i brendshëm, biçim ministri i xhandarmerisë. Dhe Talierani për politikën e jashtme. Merr raportin e korrupsionit. Sa është niveli i korrupsionit në Francë vëlla? 96%. 96% niveli. 96% niveli. Katërfishoni rrogat pas 6 muajsh. Sa është niveli? Ka rënë me 20%, po prap jemi në kushtet e 76%. Katërfishoi prap. Pas 6 muajsh. Sa vajte? Ka rënë ta ndjeshëm jemi te 20%. Katërfishoi prap. Kur e pyet herën e fundit, ka vetëm 4%. Këta 4% gjeni dhe ngjotin. Ta rrita 4x4 16. Her 4 kusur, mos bëhemi se lul basha tani, se si jemi mirë me matematikën në mëngjes. Edhe ti prap vjedh, domethënë ta kam 20 fishuar, 30 fishuar rrogën e ti prap vjedhla, atëherë ti je hajdut nona. Po. Pra e ke pjesë karakteri. Tani e ke pjesë karakter, vriti. Ty s'kam çat bëj më shumë. Një shtet. Unë për shembull, ti tjetër, momentin që unë e di që do pagoj 3% taksa. Jam biznes i vogël, freelancer. Do pagoj, ti pagoj me qef vlla. Por për shpirt i pagoj për qef, sepse du dhe unë qetësinë time mendore që mos në vinë ata te dera, mos të kem anken. Po, deri diku është e vërtet. Deri diku është e vërtet. Pra vlla, ti takson 2 punësimin. Ora zotri, ti në vend që të falenderoj që unë po bëj 2 punë, ti jap 2 herë taksa, ti mirë që më merr taksa 2 herë, po më fut edhe 15% për 2 punësimin. Kjo është gjë më gabuar. Çfarë është kjo më valla? Kjo është gjë. Ktu se njohin njerëzit këtu. E ke vënë re shpend që këtu në Shqipëri, domethënë po flas muhabet shumë misisht, kur ulesh me njerëzit, gjithë thonë që nuk ekziston shtresa mesme. Po. Këtu disa familje që po themi janë të lidhur me pushtetin dhe kanë kapur pushtetin, janë shumë të pasur, vetëm një stres shumë të ulët, pra që me zor po mbijetojnë. Unë nuk e di çfarë quhen vet vlla, se e di që jam të shtresa pasur, s'jam. Po. Po edhe të mesme nuk jam vlla. Po si jemi pra, po them. Se marr vesh domethënë e mesme, çfarë është e mesme? Të hash buk. Atë han konsiderohet e mesme të hash buk tashmë. Dhe ky është problemi i madh që ne kemi. Sa herë i bën shqiptarët pushimet? Pa marr lek borxh, se un kam parë. I ke parë raste vlla që vend te. I ke parë statistikat e? Që një shqiptar të bëj pushime duhet marrë kredi. Po marrin kredi më. Ose marrin. Marrin kredi më. Kjo është e tmerrshme, se s'do më i bëj reklam këtyre. Po që një çift i ri të blejë një shtëpi me kredi, do i duheshin 2 jetë për të larë kredin. E kupton? Pra shi. Ky është ai plani që unë s'e kam më përpara. Unë kam refuzuar këtë vlla. E kam refuzuar, prandaj kam dalë kundër Ramës. Edhe unë e kam refuzuar plak. Nuk kam ikur si shokët e mi, si njerëzit e mi, kam zgjedhur të ri këtu, të ngrej zërin, dhe të bëj diçka për vendin tim. Ideja është sa të ngjashëm ka me neve. Neve duhet të maksimizojmë 6.000 tanë. Ndoshta nuk ka shumë, po ne duhet të maksimizojmë këto. Ku janë vlla? Dhe ne maksimizojmë me anë kësaj, ose më fal, me anë të këtij podcasti që ne bëjmë, me anë të videove që ne japim, me anë të takimeve që ne bëjmë terren. Ne maksimizojmë. Jemi deri diku shpend. Më besoj që kur ti takon njerëzit në terren, i prek dorën, pra i flet ose i tregon realitetin. A di si je për ata, je si një burim shprese. Ata çovin kështu sikur ti je një ëngjël që po vjen ti ndryshosh. Edhe kjo është e gabuar shumë. Për shembull, unë e vuaj këtë pjesën. Po e kam bërë në rrugë. Sa më pëlqen ti, o vlla. O thamë qesh, buçi qesh. Unë e bëj për veten time, nuk e bëj për ty, o shoku. Nuk të gënjej, unë duhet të mashtroj të mund të ta zgjidh jetën ty e gjitha. Unë jam duke luftuar për veten time, ty të pëlqen lufta ime vlla. Thoj për gëzime, për luftën që po bëm për veten. Më thojë mua një njeri në Shqipëri që ka dalë në televizor dhe thoi vlla unë e bëj gjitha për veten time. Ktu janë gjithë il popolo albanistanese apo i ke parë ta rind. Se populli, se kjo në emër të popullit, në emër të popullit, çfarë ku është populli, çfarë populli? Qëndron. Po mendoj shpend që shqiptarët po ngrihen në shkuptim. E shoh sepse në takimet domethënë gjatë fushatës ka njerëz që pyesin, "Ore, domethënë ti flet prezantohesh normal si kandidat i ri që jam mund të prezantohem si fillim." Po. O çfarë do bësh një gjë për ne thotë ai, se e morën veshun se kush je ti, ose dikush tjetër më tha, "Ishte djalë i ri." O çfarë do bësh një gjë për ne rinin tha, "Se ne mbarojmë shkollën ose se mbarojmë fare tha, se s'kemi mundësi, do po ikim jashtë." Çfarë do bësh një gjë për ne tha, na trego fiksa me plane konkrete. Pra njerëzit sikur po vazhdojmë dhe po i ringjallet ajo shpresa ose po kanë dëshirën të dinë se çfarë do bësh ti si politikan për ata. Jo se kush je ti, apo sa i mençur je ti, apo se ke studiuar ti në Amerika, ku diun në vendet e Bashkimit Evropian. Po si intereson më kujt kjo gjë? 4 vjet vullnet. 4 vjet vullnet e tregoi Berisha. Ne kemi
tokë të ngelur, tokë më fal. Ishte një shembull progresiv që nuk e di. 2005-2009 mori nga qeveria e skafeve në Vlorë, në Durrës, dhe krimit, e krimit, kontrabandës, mallit, gjitha me radhë, i dha burr shtetasi. A kupton? I dha shtetarizëm, sepse është shtetar. 2005-2009 e tregoi vet Berisha që të shto ke shkelur. Bëhen disa gjëra, ndryshim duke bërë dorë të hekur shtetërore. Nëse ti ke vullnetin e duhur. Hoqi skafet, hoqi mallin, hoqi drogën, kontrabandën, kishte më shumë lek në qarkullim në kohën e nanës, po ky i dha atë profilin e burr shtetasit. Pra krijoi institucione. Berisha me të mirat e të këqijat e veta, në krahasim me çdo lloj njeriu që ka qenë oponent i tij apo kundërshtari i tij politik për vendin e kryeministrit, është më shtetari. Sepse ngriti, krijoi konstrukte shtetërore. Krijoi frymën e një shteti. Është më i miri Berisha, absolutisht jo vëlla. Mund të kishte edhe më mirë. Patjetër. Mund bënte edhe shumë më mirë. Ka gabime pafund. Kishte gabimet e veta, dhe ajo qeveri. Pafund vëlla, kupton? Por krijoi një lloj gjë. Ço na kalon Rama na ka quajtur qeveria e eksilit. Pra, në kohën e Ramës duan vetëm me ik robt. Pse? Sepse ta thash edhe një herë, është patronazhistët, janë edhe sa anë lëpirësit. Pra, nëse ti do doje të ishe në Partinë Socialiste, ti do të dilje dhe të thoshe ky perandori, ky Skënderbeu, gjithatë dhe ti do ishe si Ilva Gjuzi vëlla. Listë mbyllur. Në listë mbyllur dhe do ishe në deklaratë mua këtu tani do të thoshe, mua më lindi ylli, më shndriti ylli, i bëra çik servilizma Ramës dhe u futa në listë mbyllur. Deri këtu ka vajtur vëlla, ta thot tjetrin televizor, i bënë servil mretit edhe më futin në listë mbyllur. Ka Iris Luarasin mrena në lista e. A kupton? Që Irisi nuk merret vetë se ç'a është. Edhe merret domethënë gjithë mediat janë inkuadruar te lista juaj. Pse? Dhe e kam vënë re këtë, është shumë sepse është pjesë e propagandës vëlla. Domethënë ai vazhdon të jetë i fuqishëm. Kam ndaj të njëjtin mendim me ty. Ndaj të njëjtin mendim. Pjesë e propagandës. Pra, ç'o ndodh tu? Tu është hapur podcasti i Shpendit. Po sa e kam riçin unë? Nuk e kam riçin më të madh se sa 3 televizione kombëtare, o vëlla. Që kanë 30 vjet që operon. Se unë 4 muaj kam. Unë po e bëj luftën time. Po marr zëra të rinj. Po flas vetë se jam zërgjiri vet. Po godasim aty ku nuk godet njeri. Fenomenin, jo lojtarin. Lojtari është mendoj që të bën dhe më atraktiv pjesa që je edhe i hapur në biseda, pra tregon fikse realitetin, nuk je i censuruar. Po unë të marr ty të thash unë ty çfarë do thosh ti. Jo, dakor. Po e kam fjalën që jo, patjetër që jo. Po e kam fjalën që ky lloj podcasti apo ky lloj çasti televizive i mungon popullit shqiptar. Unë po e bëj vëlla. Njerëzit tregojnë realitetin, dhe ti je sa më të hapur në bisedë. Unë po e bëj vëlla. Pra jo, më tha kryetari kështu ta them unë kështu, ose më tha Shmendi këtë pyetje dhe ti përgjigjem në këtë lloj forme. Unë po e bëj timen. Kjo do të thotë që ti mos jesh vetvetja. Por pra unë nuk do isha Albi. Vlla, ai ka X televizion ka kaq punëtor. 200 punëtor. Me 3 veta në shtëpi? Po, 600 veta. Kapet Shpendi pronari nga kryeministri. E kuptoj. Atë tenderin e Amës to që ka dyra. Ja javësh. Marove pundi vëlla. Fillone. Se listat e PD se Sali Berisha është kriminal, dalin këta tipat. Ky ka vrar kaq në po flitet 2025-ën, po flitet për 97-ën. A kuptoni prapë do të jetë 97-ën. Nuk mendon që ky është një problem dhe i sindikatave, mos funksionimi i sindikatave. Ka sindikata, po ti e kupton shoqërinë civile, shoqëria civile këtyre dalin kundër oligarkëve, gratë e tyre punojnë për oligarkët. Po pra. Por e kam fjalën pra kjo se më bëri përshtypje. Ka kandidat të djathtë dhe të majtë që janë të lidhur me të majtën dhe me djathtën. Bëri përshtypje fjalia që the pra, ai ka 200 punëtor për 3 që kanë në shtëpi 600. Po të kishin sindikata këto punëtor nuk do kishin këtë lloj frike. Në kuptimin që të votonin atë që thos shefi i tyre. Në Francë nuk gjehet dot në orën pas orës 2, nuk gjehet dot restoran që ti të porosisja. Është vërtet. Edhe një pjesë e madhe e Italisë kështu funksionon. Sepse ishte sindikata, kishte oraren e 4 orarësh në paradites, 4 orarësh mas dite. Patjetër, deri në këtë lloj orari mund të hash drekën ti, jo të kur duash. Jo, sindika nuk vi un punë valla, kam sindikata, sindikata del ky punon me këtë orar valla, se mbron drejt. Patjetër, pra, po kjo ishte ideja sepse ai ty të ofronte shërbimin deri në këtë lloj formë, deri në këtë lloj orari. Tu ç'a janë sindikatat? Sindikatat janë oja me Sali Berishën, oja me Edi Ramën. Me Edi Ramën. Vlla, sindikata është anti-establishment.
E vërtet. Mbron të Është drejta. apolitike. Kush është këtu? Shoqëria civile këtu kanë kthyer gjithë parti, ke parti shoqëri civile. Është vërtet. Si mund të kthehet shoqëria civile në parti o vëlla? Nga lëvizje rinore më të tash për ideale gjithë ti kthesh në parti politike. Çfarë parti do jesh ti? Nga kush financohesh ti vëlla? Si financohesh? Si janë pikpyetjet më dhaja. Si vin financimet e tua? To janë pikpyetjet më dhaja gash që pra, miku jem sa të vështirë e ke rrugën, aq të thjeshtë e ke pse? Sepse kundërshtarët e tu vetëm gabojnë për ditë. Vetëm gabojnë vëlla. Nuk kanë të ndarë ata. Domethënë, mjafton ti bësh pyetjen e durrë e rrëzon. po, Domethënë një pyetje që mund t'i bësh ti të riu është si do t'i bësh ti vëlla këto premtimet, sikur premtojnë. Ore kush je ti? Je Mesia, që të falemi. Ka ar Jezuji, a ka ar Muhamedi qofshin fal. Kush? Kush je ti vëlla që flet si kryeministër? Ti s'dihet a do marrësh mandat as do marrësh mandat. është e vërtet. Nuk flet Berisha si kryeministër. Nuk flet Rama si kryeministër. Është e vërtet. Është unë ta thash, domethënë shpesh herë kur bëj daljet e mia publike, qoftë në televizion, qoftë rrjete sociale apo qoftë edhe në terren. Pra mundohem të jem sa më konkret me njerëzit, sa më i thjeshtë. Çfarë duhet të them i thjeshtë? Pra dhe mënyrën e komunikimit me ta mundohem të përshtatem me ta. Sepse ndjej një lloj dëmshurie në kuptimin e mirë të fjalës, pa janë si të vetmuar shpen. Ka nevojë për dikë që realisht prek hallet e tyre. Ka nevojë për një politikan që heq xhaketën, heq kollaren. Pa kthehesh një njerëz si ata për të drejtat e tyre. Dhe kjo është diçka që i mungon shpen në Shqipërisë. Prej 34 vitesh, të gjithë politikanët që kanë mundur të marrin qoftë një mandat, kur veshin këtë xhaketën dhe këtë kollaren, tjetërsohen. E humbi dëshirën për popullin e tyre. Do flasim për një parim vëlla. Sot ti ke një luftë të brendshme në Partinë Demokratike. Po. Deri diku. Është deri diku, deri diku, çfarë fshin Mirë, ata? okay, në parim po, në parim Çfarë po. fshin ata është ajo gjë që nuk do që ta shikoj publiku, po që Në ne të dy parim- jemi në dieni vëlla që Po, ka një në luftë parim brendshme. është e vërtetë. Ka nxjerr shpatat. Si do ishte, më thënë, sa ndikonte ty në fushatën tënde, edhe kolegu jote, se kur jem brenda një varke, Po, ti remon ndryshe, ai remon ndryshe, po të Ndryshe. dy remoni vëlla. po. Se duhet të eci para. Po. Të dy kemi një target. Tash kur shikon ty edhe mua që jam kandidati jot, tjetër homologu jot, që unë filloj ja kpus broçkulla, kam 1001 hesape për të larë me të shkuarën time, dhe ai del një lloj me ty në fushat vëlla. Thotë ai, ora unë ty ta jap votën, po sa jap tjetrit. Edhe kjo është problem vëlla. Është problem shumë i madh kjo. Mirë shpen, shiko, po patjetër që është problem. Patjetër që është. E di pse po ta thotë shpeni kët. Po ta thotë shpeni sepse Por tek mendoj juve që- nuk falet më gabimet. Ramën unë nuk e marr fare në referendum sepse listat e Ramës janë bastarde. Atë do të them. Mendoj që mendoj që lista e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore, po flas për listën e hapur, për qenë sinqert. Ka një përfaqësi shumë të mirë. Unë shumicën prej tyre i njoh dhe personalisht. Janë njerëz që nuk janë përfshirë, pra nuk kanë pasur kur një post politik, nuk kanë pasur mbi shpinë pazare politike. A nuk do duheshin të ishin këta në listë sigurt për shembull, edhe Nuk- të ishin figurat e forta të Partisë Demokratike në listë hapur që të Kjo garantonin të ishin kjo votor? pyetje ose kjo temë ha debat. Kjo pyetje ha debat, sepse un kam tjetër qasje ndaj kësaj. Për qenë sinqert, unë mendoj që ne kemi nevojë të jemi motorët e këtij vendi, ne rinia. Jo, ti duhet të ishe motore, po ti je i disfavorizuar. Sepse po mirë, dakord, në një farë mënyrë për qenë i sinqert, dhe eksperjenca e madhe në politikë deri ku të bën të konsumuar. Të konsumon televizioni o politika o Alb. Të dyja. Jo, Sepse- kur të jo. konsumon televizioni, më çat bën politika. Okej, m'fal, se e mora në S'ka tjetër problem. kuptim. Pra, mendoj që ndonjëherë eksperjenca e madhe, sado që ty të bën të zgjuar, të mençur dhe ti di më shumë se të tjerë që vijnë pas teje, mendoj që edhe të konsumon pra tek populli. Në kuptim që ne të rit që jemi në listën e hapur, që mendoj që asnjë nga ty nuk ka qoftë dhe një presë më të vogël për të folur keq për to. Ne duhet të jemi lokomotiva. Dhe ne duhet të jemi dhe nesër në qeverinë e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore, ne duhet të jemi edhe ata që të heqim dhe qeverinë mbrapa. Nuk e di sa e ke ndjekur, por Partia Demokratike ka krijuar tjetër frym, tjetër qasje. Un kam shumë vite që e ndjek Partinë Po, Demokratike. jo në kuptim të hapasapi, do të them fushatën që ne po bëjmë. Fushatën që ne po bëjmë, të gjithë të rit. Pra ekziston konkurrenca midis nesh, është e vërtet,
sepse është bërë ligji i tillë, jo se duam ne të kemi një konkurrencë midis njëri tjetrit. Por ama fushata që ne po bëjmë është fushat tepër përfaqësuese shumë përfaqësuese për popullin shqiptar dhe kemi dalur në terren duke prekur familje për familje, shtëpi për shtëpi, hall për hall dhe duke dëgjuar me vëmendje më të madhe për to. Sepse 12 vite për opozitën nuk janë pak shpend. Nuk janë pak. 12 vite për opozitën janë për fajt opozitës vëlla. Patjetër, bim dakord këto. S'kam asgjë kundër kësaj. Dhe mund ta thash fillim bisedës që për mua Partia Demokratike është në opozitë për fajin e saj. Për mendimin tim unë ja kam thënë edhe doktorit, edhe këtu live edhe në veçmas, ja them edhe publikisht prap. Neve duhet luajmë me perceptimin vëlla. Është gjëja më është parsorja, mos më fut fare jo po llogaria, jo po sporta, apo të gjitha, nuk e kupton njëri. Me Buçin, me një mikun ton, e super ekonomist, po më thoshte, leje kushdo qof Basha. Basha është humbamenda, kupton? Ka ardhur aty është xhol, është klon. Po. Në 2021 kishte taksën e shesh Basha. Po. Edhe i thoshte kategorisë ton, intelektualëve, nuk po flasëm për punëtorin e thjeshtë. Ore, sa me rrogën? E minutë më se më kanë hyrë. 3.000 euro, s'ka problem, 3.000 euro. Ky typ 3.000 euro të merr 23% zotri. Rama. 23%. Basha do të marrë 10%. Maksimum. Që i bie domethënë do të marrë 300 euro në muaj. Edhe të kursen për 4 vjet kursen kaq lek, me lapse letër o vlla. Intelektualit. Po. Që duon t'ja Bashës, mos pëlqen Basha. Më mirë Rama, mirë ta ketë. Thoshte intelektuali. Po, më mirë ta ketë ky burr. Basha. Dhe më mirë ky të ketë ekonomi më të vogël, ëh? Apo si intereson të fare. Për këtë ujë. Jo të besoj nuk. Për këtë ujë vëlla, thoshte tjetri, më thën çuditëra shqiptare, këto janë çuditëra shqiptare o vëlla. Pra thoshte pranoj një ekonomi më të vogël. Nuk ka problem. Ecma më shumë taksa për neve, më shumë pension. Më shumë mirëqenie kur kemi më shumë taksa. Përqindje, a kupton? 10% që nuk e don, 23%. Se di, nuk e di. Këto intelektualit. Ekzistojnë të tillë njerëz. Do të njerëzit nuk e din. Ka njerëz që nuk din se çfarë kërkojnë. Nuk din se çfarë kërkojnë. Janë Kjo është e çuditshme. Janë te buka gojës, edhe nuk kanë dinjitetin vëlla. Nuk kanë dinjitet. Po nuk e kuptoj, domethënë pse duhet që ne të paguajmë më shumë taksa që të kemi më shumë ose le të themi një rrogë më të mirë apo një pension më të mirë. Nuk e di unë. Ky konceptim nuk unë përpiqem t'i paguaj shtetit sa më pak vëlla ti të mundur. Po doja unë. Po kjo është sa më pak vëlla. Pse? Sepse shteti nuk është prezident, zotri, unë paguaj për policinë, paguaj për trafikun, paguaj për rojën e shkollës, për rojën e institucioneve, për sigurinë time publike. Kaq më duhet mua shteti, për çfarë duhet mua shteti për burokraci? Po dakord për shmend. Po ne po them, kjo është ajo që ne si popull duam dhe ti si po themi tani që ke kthyer podcastin në një biznes apo një djalë i ri që do të hapi një biznes të ri, kjo është ajo që ne kërkojmë. Paguajmë sa më pak dhe fitojmë sa më shumë. Ora, çam te ky podcast tim, çfarë po bën shteti më për të subvencionuar? Asgjë. Zero pra, unë jam i lënë harres. Po, me planin që kemi ne është ndryshe. Pra nëse ti paraqitesh me niptin tat, pra me QGB-n tënde dhe je nën 35 vjeç, ti do kesh subvencion nga shteti për biznesin tënd parë. Unë dua që shteti të më lej vetëm rehat o Albi. Po përveç sa pra. Ku vetëm mua shteti duhet më zhduket të vllatëri pas derës, nuk e dua fare o. Shpend, dakord. Unë e kuptoj këtë. Unë e kuptoj për polici vlla. Shpend, e kuptoj këtë idenë që thua ti, por dhe kjo që them unë nuk është pak. Momentin që bëhem unë për startup vlla, unë e kam mbyllur etapën e startupit. Me forcat e mia, me gjitha me radhë. Po pra, unë nuk të lloj rasti se ka dhe njerëz shpenda të tjerë vlla që e kanë nisur. Ka dhe shpenda të tjerë po them që duan të krijojnë diçka. Nuk më duhet vlla kur një dashur në fillim që më duhet për të bler makinetat, për me marr qeran, për gjitha, mos paguaja taksa. O shpend, e di kush është problemi më i madh që kam hasur gjithmonë, domethënë edhe gjatë fushatës që kisha për Këshillin Bashkiak, po edhe tani po edhe pak më përpara se kam qenë një ri, kam qenë kryetari i forumit rinor. Problemi është që kur ti ke dy plane ose dy projekte, pra ti ke paraqitur një plan për qeverinë tënde të ardhshme. Dhe qeveria aktuale që është në pushtet ka paraqitur një plan. Kur ti je shpëntan tek njerëzit këto dy plane, shumë pak janë nga ata që e lexojnë. Me statistika ndoshta 5% ose 10% e gjithë popullsisë e lexojnë. Pjesa tjetër nuk interesojnë. Nuk lexojnë mama. Dhe ky është mendoj një nga problemet më të mëdha që shoqëria jon ka. Sepse ti
mërzotëri dashur apo zonjë dashur që na dëgjon dhe na shikon, ti do më gjykosh mua mbi planin që un kam për ty dhe për familjen tënde. Për mirëqenien tënde. Ti nuk mund të më gjykosh mua se më shef në televizor jam i bukur apo i keq apo kam veshur xhaketë apo bluze. Nuk i shmangesh dot se. Jo, dakor. Nuk i shmangem dot, por ku don botë funksionon plani më gash. Po se nuk lexojnë o real. Po ne kemi vajtur këtu, e kuptonin, është bë gastori kryeministër, e kuptoni çfarë do të thotë? Po pra, po ne bë Zelenski në Ukrainë, klon, u bë ky kryeministër të neve. Ne duhet dalim me atë shpatë në dorë si themi që ti themi popullit, ore gjykoni mbi planin, mos gjykoni mbi është populli i tretur o vlla. Është populli i tretur ky, sepse rinia ka ikur, miku im, e the vetë me gojën tonë, rinia neve rebelet na kanë vrarë shoku. Qa kemi ngelur Filiza, sas na ka ardhur Kostra, akoma. Ka ikur njerëzit. Sot ke grupmoshe 40, 50, 60, ka marrë shiringën ajo zotëri. Shiringën e komunizmit me shtetin, me zjarrin, me ujin mos u merr. Hjet lëmoshën, si ka thënë Lenini. Midis liris edhe bukës, Mileti do zgjidhë të rjetën bukën o vlla, nuk zgjedh lirin. Ta ka treguar miku ju një përbashkët historinë me pulën Fatmir Mediu? Jo. Ma tregon. Ishte një, po themi një biznesmen, s'ka rëndësi dhe merr një pul dhe ja ishte ato pendat, ke parasysh, një nga një. Edhe lëshon, thoshte pulën, ikën. Edhe hedh pak gruar thanë tokë. Edhe pse e torturoi, i bëri e shkuli i gjitha, kur i hodhi gruin tokë pula prapë u kthye dhe erdhi tek po themi ta ai që e trajtoi keq apo në të njëjtën situatë është ajo që thua ti. Ky është realiteti, unë mbase jam shumë i ashpër vëlla. Mbase unë nuk jam te tipi sepse unë realisht dua që ti të ecësh para. Ti je emocional, nuk je i ashpër. Do të ecësh para vëlla. Je emocional. Po ti nuk mund të ecësh dot para duke ta bë fush me lule. Sepse ti duhet ta di se ç'a të pret vëlla. Edhe këtë popull ke para. Nuk e pse ti je politikisht korrekt, sepse ky popull më ka marrë dhe mua dhe ty në qafë. Kjo lloj zgjedhje. Jo, shiko. Çështja e korrektisë, çështja e korrektisë na herë është dhe pak e them në fillim bisedës si gjenetike. Është dhe pak gjenetike. Un mundohem të jem korrekt dhe të jem etik, pra jo ofendues, pra nuk do të bëj një politik të vjetër ku të merrem me individ personalisht apo me familjet e individëve, sepse tash secili ka drejt të jetojë në mënyrën e vet. Pra un gjykoj veprimin e individit, nuk gjykoj individin. Pra individi është vëlla i të huajsuar, mos u merrni me personalitetin e individit. Unë merrem me sjelljen, me sjelljen kolektive vëlla. Po, me sjelljen kolektive dhe veprimin ndaj tyre. Sjellja kolektive është kjo vëlla. Domethënë sjellja kolektive është ti, zotëri, je i paragjikuar që në start. Sepse ti vëlla që tani thuhet, po çka ke ti ndryshe nga Edi Rama, kështu kanë ardhur gjithë. Po është krijuar si perceptim kjo. Po pikërisht pra, si do ta luftosh perceptim vëlla. Këtë perceptim ti e lufton duke bler ata që si do luftojmë, po kështu pra do luftojmë ja. Vëlla, luftimi. Në të lloj mënyre ti më qas mua këtu sot, unë ngrej zërin tim. Po. Kështu do ta luftoj. Unë ngrej zërin tim, tregoj vizionin tim, tregoj planin tim, tregoj që nuk jam nis si ai. Unë nuk kam se si ta tregoj ndryshe, unë se nxjerr dot zemrën në tavolinë. Ti zotëri ke vetëm një detyrë, miku jam. Ti flasësh të vërtetë ashtu siç janë vëlla. Këtë po them pra. Siç janë, troç. Nuk ka aty politikisht korrekt. Populli, nuk ekziston koncepti populli. Jo, nuk e thash në atë kuptim që e thua ti, pra politikisht korrekt në idenë që unë nuk ofendoj dhe nuk merrem me personin. Kë person më? Me individin, s'ka rëndësi. Ne godasim lojën e lojtarit. Po, atë po them. Unë lojën do ta godas hapur dhe i kam dalë bar për ballë kësaj sfide më miku im dhe nuk më trembet syri fare. Vlla, sot ti dhe shumë tjerë të ngjashëm me neve ke një ushtri patronazhistësh. Për ball. Se kam fare problem. Për ball vëlla. Le ta kem. A kupton? Akoma dhe më bukur ma bën sfidë. A kupton shpendën? Akoma dhe më bukur. Ti vëlla duhet shkosh me 2 parime. 2 parime vetëm, me theqi parë. Edhe unë kam atë lloj ide, si Regani. Realizueshmëri 100%. 2 parime në 4 vjet të premtuara të bëme. Realizim objektivi 100%. Zë vëlla. Pra siç më shkruajnë mua njerëz që trajtoj këtë çështjen time në podcast se më kanë vjedhur këtu e më kanë vrarë babain me vaksina, më the tash i marr edhe bëhem zëri tyre. Atë ti nesër pas nesër do të marrë një telefon, do kesh zyrën tënde, do t'i çosh në parlament. Ta uroj ti jesh në parlament. Faleminderit. Ta flasësh.
Aty pastaj ti kultivon. Deri tani vlla ti duhet të thuash që ti je i pa kompromentueshëm, që do të thotë vlla, unë nuk vi për të marrë votën veç për të marrë votën për me të vjedh votën, a kupton thonjza, me të bind. Unë të vije vlla, a do bëjmë ndonjë gjë, do bëjmë ndonjë gjë. Ky është parimi im vlla. Patjetër. Ti s'mund të premtosh dot kur je në grop. Parimi im i vetëm dhe i pandryshueshëm. Vlla, ti nuk premton dot kur je në grop. Patjetër. Unë ta thash, unë nuk premtoj. Sepse neve jemi qeveria, qeveria e nesërme, dash Zoti, me opozitën e sotme, ne jemi grop vlla, apo themi që Rama e ka çu grop. Po, ne duhet me dalë në 0-0, si ndërtimi i pallati, hapet themeli, 4 kate, sa dali deri në nivel 0 kanë shkuar 2 milionë euro aty. Investime, betonarme, hekur, tjetri leja ndërtimit e lalieri e më tash. Pastaj fillon flet për fitim ti. Po duhet vesh herë në 0 që të premtosh do ta bëj 5 kate, 10 kate, po 8 kate. Neve jemi grob vlla, jemi minus 12 kate grob, çdo vit nga një kat. Jemi grob, nuk ka qenë, më thënë, një ekonomist me ardh me pa auditën e Shqipërisë vendos duart në kokë vlla. Mund të ke raportin KLSH-s, ka lidhje? Ke raportin e KLSH-s që PISA 2023 është treguesi më fatkeq. O fal për shprehjen të dhjefshëm unë ekonomia vlla. Unë nuk e dua as ekonominë. Studentët tanë më të zerot në Europë, zotëri. Zero. Të fundit në PISA 2023. E di çfarë do të thotë kjo? Që ke debil funksional nesër pas nesër vlla. Është e vërtet. A ke lindur gocën ti vlla? Po. A do martohet vajza jote një ditë? Po, se do t'i vi vakti. Me kë do ta martosh? Me i debil? Mos na fut mendojmë ka. Jo, do ta mendosh ti se ti je bab. Patjetër, e kam fjalën mos na fut kaq shpejt. Domethënë, unë nëse nesër bëhem me vajzë, na konfuzon shumë pastaj. Se do unë me u bë me vajzë, duhet mendoj tani vlla çasje kanë këta burrat se njëri do ma marri vajzën mua. Po shiko, mendojmë bëjmë disa hapa më të mirë për Shqipërinë, pastaj shkojmë degë burri aty. Se mund ta rregullojmë para dhe duke nisur nga burri. Duke qenë se i kemi të vogla mund ta rregullojmë para dhe mund të bëhet burri mirë. Duke u nisur nga burri, nga rezultantja, ti shikon se çfarë mund të ndryshohet vlla. Sepse e lidh me veten. Po e lidhe me veten sepse djata ka individin në bazë, nuk ka masën. E di si mendoj që ti jemi sinqert. Pra gjithë kjo biseda që ne po flasim, po bëjmë, janë gjitha plako shumë të vërteta. Po është një vërtet aq e hidhur këtu sa shumë pak kanë guximin ta thonë. Da kemi parë neve filmin guximtar. Unë dhe ti, po, dakord. Pra unë dhe ti më besoj që mund të rrim 2 ditë, 3 ditë këtu, ndoshta biseda s'do mbarote kurrë. Në shkuptim e them këtë. Pra ka aq të këqija, aq të bëma ky vend, siç e the veti, aq është zhytur ky vend, sa që realisht ndoshta do duan shumë vite, shumë punë, shumë përkushtim për dal ka i nivelit 0. Sepse ne kemi punë dalim ke 0, pastaj çovim dritën. Se jemi shumë thellë poshtë. Vlla, leitmotivi i fushatës tënde, po dhe i gjithë kujt që kandidon për opozitën, duhet të jetë dinjiteti vlla. Dinjitet, absolutisht. Vetëm dinjiteti, po i kape pacientësh, se unë i them pacientëve. Absolutisht. Dhe them gjithmonë që vota është dinjitet. Dinjiteti vlla, sepse neve kemi një koncept tjetër të gabuar si shoqëri. Ne dim votimet edhe zgjedhjet e njëjta gjë jo vlla. Në Shqipëri nuk janë bërë zgjedhje 45 vjet, janë bërë votime 45 vjet. Është vërtet. Nuk ke pas mundësi zgjedhje. S'ke pas. Siç nuk ke sot, ke 3 legjislatura që ti nuk bën zgjedhje, bën votime, sepse e di mënyrën se si kanë paracaktuara zgjedhjet. Po. Besoj e di mënyrën se si në Kosovë funksionojnë zgjedhjet apo votimet e themi. Pra një individ ose një qytetar i popullit të Kosovës votohet në gjithë Republikën. Votohet në gjithë Republikën dhe ka drejt të votojë deri në 10 preferencial. 5 më duket. 10. 10 e kanë çuar. 10 preferencial. Pra ai ka të drejtë të vejë 10x. Dhe kjo duam apo s'duam ne, e çon deri diku që vota të bëhet e pashitur. Sepse do vi një individ, po themi do mundohet ta blej, po ai ka edhe 9 opsione të tjera. Po. Pra ai nuk lotet fare se thotë, ore, ata kanë proporcional kombëtar me lista të hapura. Me lista të hapura. Pra ne duhet të mendojmë edhe këtë tjetër. Se si të kemi zgjedhje të lira dhe të ndeshme në Shqipëri, duhet bëjë një ligj i mirëfillt për votuesit shqiptar. Pra duke i dhënë këtë lloj mundësie. Okej, mos i jep 10, jepi 5. Ama vota mendoj margin e korruptimit. E në maksimum. Val, ti e ke parë, e ke ndjekur se ti po i has vetë, ti po e has problematika që po sjell KQZ-ja apo. Që te fleta e votimit. Po pra, që te kutit, ato 4 orët e vegjël do hedhin votën apo. Probabiliteti që aty dali vota pa vlefshme është shumë i madh, se është 4 orë shumë i vogël.
Po, për arsye se është bërë një fletë e madhe, ai s'ka ç'a të bëj se bën as dot më të madhe atë kuadratin po. Pavlefshmëria e votave po, është e vërtetë, do ketë domethënë çdo 2 vite po themi rritet marzhi për të gabuar. Kujt i vete për 7 vlla? Po, i vete qeverisë. Votat pavlefshme. Është e vërtetë. Jepi aty, drejtim. Barove. Po, është e vërtetë, to janë taktika. Mami im që është 57 vjeçë. Është emocionale, do marrë gjithë atë fletë madhe. S'do di vëlla, se do një numër orientimi. Po plako, kam votuar unë vetë për shit bashkiavë, më ka dalë dora jashtë. Nga emocione. Po e ke nxjerr tënden pavlefshme. Pavlefshme. Mendoj, nuk e di ma kanë qytë, se pak gram nxjerr. Jo shumë, po mendoj që mund ta ngjit pavlefshme. Mos llogarit nënat që janë shumë emocionale se ne. Ime më vëlla do ta hedhë atje. Ja mendoj ti nënën time para aty të lexoj emrin e djalit, kupton ti çfarë lloj emocioni mund të jetë, mund i 30 gishte. Po që barove vëlla. E vërtet, është e vërtet. Po pacientët që do vën patronazhistët që më plasi boja si lolapsi doli pavlefshëm, ikën ca vota. Se i kemi pa të gjitha në Shqipëri. Unë mendoj që ne duhet bëjmë si ato, si e the veti, si ato burrat e të fortë. Tani kjo është lufta, këto rregulla kemi, ne duhet i dalim bash. Unë s'po ankohem vëlla, unë duhet ta dish sepse jo, nëse vazhdojmë ta dinë pacientët se çana pret. Patjetër pra, po nëse ne vazhdojmë me pacientët, i themi shiko se ti ke këtë lloj smundje, ke edhe këtë, po do të dalë edhe kjo, ai thotë vëlla, unë dua të shëroj këtë një herë. Pasi do merrem dhe me këtë. Po kur ta thot një pacient, meqense po e quajmë veten doktor këtu te Tru Podcaste, duke marrë me pacientët, ka shprehje Hipokrate. Unë nuk të shëroj dot miku im, nëse ti nuk do të shërohesh. O ti je më i miri i botës. Patjetër pra. Pyetje kur të thonë ata do shërohemi neve, përgjigjja ime është me pyetje, po ti a do të shërohesh? Po unë mendoj që populli shqiptar do të shërohet. Atëherë shpresoj vëlla që ky popull në 12 maj, tashmë unë po i prek në terren çdo ditë. Në 12 maj shpresoj që këtë klasë në 12 maj vëlla, se 11 bëjnë zgjedhje, 12 maj është metaforikisht. Dakor, pa ajo është dita më e rëndësishme më. 11 maj shpresoj që të mos jetë 97 e vogël, se ndodhen që vriten njerëzit me njëri tjetrin. Shpresojmë të ketë sa më pak viktima. Sa më qetë. Jo më pak viktima, mos ketë asnjë viktim, po nuk jam aq shpresë plot vëlla, duke njohur edhe karakterin psikologjik apo kartelën psikologjike të pacientëve shqiptar. Neve urrejmë njëri tjetrin, pra ne nuk bëhemi si shtet vëlla. Unë mendoj që e kanë kuptuar se kush është. Ata e kanë kuptuar se kush është armiku vëlla. Kush është armiku me të vërtetë? Kush është armiku? Po ai nuk ka kuptuar dot që ky armiku hiqet me vot. Edhe ky armiku ka 6 muaj që të bën reprezalje, të merr në telefon thotë do të votosh mos se të heqë nga puna gjithë me radhë. Do t'i vi fundi edhe kësaj shpën. Do t'i vi fundi vëlla. Ne kemi për detyrë me ulërit. Patjetër, pra ne kemi për detyrë thash, ngrejmë zërin, tregojmë se kush është e vërteta, pastaj populli ka ndorë zgjedhje vetë. Kë duan apo kë s'duan. Por un kam 3 legislatura vëlla, që në 2013 ja kam dhënë ti Madit, që ja kam dritë syri. Bab, ky është e keqja, kam qenë vetëm 19 vjeç. Ky është e keqja më e madhe që do t'i vi historisë. Ky zotëria që po vjen këtu. Po jo, po se ka ikur ai 8 vjet duhet ndryshuar, se logjika duhet ndryshoj uji, edhe e drejtë është logjika. Dhe unë 2013 isha Berisha duhet tikte, po s'duhet vinte ky. A kupton? Në fakt e ke vënë re, domethënë këtë epitetin që tëna e solli një tjetër që ti je në fushatë dhe unë nuk e flas dot, a kupton? Kush e solli në pushtet? Se je në aleancë më atë. Për momentin e ke aleat. Nuk e bëj dot atë lloj analize në fushat. Do ta bëjmë kur të vish herë tjetër këtu pas fushate, kur dalësh deputet. E qartë, e kuptoj. A kupton? Se kush na e bëri peshqesh. Internacionale socialiste po e lëm. E kuptoj. Urdhri i tyre. Në 3 legislatura e kam urryer vëlla, jo atë si person, sa ai, do thon, si person ai ishte i neveritshëm në kuadrin tim personal. Kur nuk do ta kisha shok, kur nuk do doja të pija një kafe me ata. O e qoftë edhe për çef, kafe 5 minutë me kryeministrin ose me Edi Ramën. Nuk më pëlqen ai lloj tipi, s'është. Por nuk ka zotëri, se si mos ta kuptosh që tu lëracesh, që si ka mundësi që kafsha e marrë dhe mira, kafsha nuk ka gojë të flasi, zgjedh më të fortin, më të zgjuarin në kryet kopes, tufës. Ke parti në një ujk beta në kryet tufës, u s'kam para vëlla. Kam para atë që të del nga shkurja të pret në qaf. Nuk kam parë Luan. Në Masai Mara vëlla, kam parë një Luan që ishte ka vdekur tani, ka ngordur, që e kam bo legjendat e ka vrarë 200 Luan, një hipopotam teke, dhe na 500 hiena i vetëm. Ishte më i fortë e vëlla, ishte alfa. Si mund të marrësh njeriu më të dobët vëlla, si karakter, si personalitet, me probleme të theksuara psikologjike, ta vendosësh kryeministër.
Si mund të votosh të njëri smur o vlla, të një njëri që nuk ka, është i çoroditur. Do të thënë çohet sot me shikon botën me ngjyra, çohet nesër e shikon bardhëzi. Një njëri që i tmerron bashkëpunëtorët, i poshtron vlla. Si mund punosh ti me një njëri që si mund vishtin podcastin tim qofse unë ty të pres me këmbë parë çaje ti herë, shumë tjera erdhe ti. Çam ka ardhur, po si do vishit ndihesh komod tek unë? Po gash, po është shumë e vërtetë ajo që sapo them. Po në fakt në 2013-ën ato erdhën si një taktik e bërë nga ana tyre. Pra, strategji elektorale. Strategji elektorale të ndryshe edhe konsumi i Partisë Demokratike. Po dy legjislacionet e tjera mendoj që ky popull është vjedh. Pra nuk është votuar ose nuk ka marrë formën e prerë e drejta votës nga populli. Pra është vjedhur. Dy mandatet e tjera janë të vjedhura, janë të manipuluara. Çfarë premton Sali Berisha, Partia Demokratike dhe Aleanca për Shqipërinë Madhështore, ndryshe nga Edi Rama, për post programit që e kanë? Po pra, atë duhet të thoya pra. Ne patjetër duhet të heqim dorë nga koncepti i të qenerit boss, pra i të parit. Ne duhet mundohemi patjetër ose të rrafim shumë çekiçin tek pjesa e meritokracisë. Ne duhet të jemi sa më shumë meritokratik. Shikoj, te meritokracia është një fash shumë i gjerë, që nuk arrin dot 100%. Po që duhet ndryshe nga PS-ja, te PD-ja janë gjallur disa filiza që ka çik meritokraci, ka një lloj gare. Po pra, dhe ne duhet rrafim shumë, duhet i qëndrojmë asaj. Pra duhet çekiçin duhet ta rrafim shumë te kjo pjesë. Cili është projeksioni jot si për këtë bisedë parë që merrna? Cili është projeksioni jot për 2025-ën? Albi Ajlezi, del deputet, sa vota? Ne nuk mund të them një shifër fikse. Do jetë surprizë. Rezultati do jetë surprizë. Unë për diçka të jesh i sigurt shpend, po punoj shumë. Unë dhe komplet stafi im jemi pothuajse non-stop në terren, non-stop në takime, po merremi me detajet më të vogla të problemeve që kanë shqiptarët, duke vazhduar tash që nga Ujti që është bërë premtim që për ku ka qenë kryetar bashkie dhe sot vazhdon të jetë kryeminist, prap flasim për ujë 24 orë. Pra që nga shporta baze ushqimeve, që nga karburanti, që nga çmimi i apartamenteve, që nga arsimi, shëndetësia etj me radhë. Po punojmë që të bëjmë një punë sa më konkrete dhe sa më reale dhe të jemi sa më transparent me gjithë njerëzit tanë që na rrethojnë. Nuk mendoj që lufta është e thjeshtë. Mendoj që luftën e kemi të vështirë, po në përgjithësi si karakter që jam, më pëlqejnë luftat e vështira. Më pëlqejnë që të jem një luftëtar i fortë dhe i egër në terren. Shpresoj dhe mendoj që me 11 maj Partia Demokratike do jetë qeveria re për shtetin ton dhe do kemi planin më konkret dhe planin ndoshta më jetik, mund të them. Sinqerisht mund ta them më jetik që ka pasur ndonjëherë. Do rikthejmë dinjitetin, do rikthejmë shpresën për shqiptarët, do rikthejmë familjen, do rikthejmë, kur them familjen, besimin në familje, do rikthejmë besimin në Zot. Po dhe familjen se janë të shkatruar koncepti i familjes në thelb. Atë po them pra, do rikthejmë konceptin e familjes, pra familja do të jetë nuk ka prindi 1, prindi 2, prindi 3, këto janë marrëzira. Ka një nënë dhe një bab. Këto duhet eliminohen fare për mendimin tim. Ja jam kundër kështu në mënyrë kategorike dhe statike, fikse nuk lëviz fare nga kjo gjë. Harroj le të më quajnë si duan. Ç'a po bën ndryshe, më thon kur përmendet Albi Ajlezi, ç'a sjell ndryshe Albi Ajlezi nga kandidatët e tjerë? Mendoj që njeriu e thjesht. Jam ndryshe nga kandidatët e tjerë sepse shpend unë jam djali i tyre. E bukur. Shpresoj që ta njohin djalin shqiptarët. Se deri tani janë me thjeshtra. Val, faleminderit që më erdhe mik. Kjo nuk është biseda e parë që jemi bashkë. Ishte shumë kënaqësi, të jemi sinqert. Ishte pak pompoze, ndryshe nga ç'mund të jesh mësuar. Na pëlqejnë sfidat, shpend ti e di. Dhe kështu goditje. Jam djali i sfidave. Më vjen shumë mirë të pres prap vlla. Flasim gjatë fushatës. Do vim më të madhe. Flasim gjatë fushatës, ti drejtojmë me specifika për programin. Patjetër. Sot u bë një prezantim se kush je ti, sfidat që po përballesh. Folëm edhe për mënyrën që bëm avokatin e djallit se si mund përqaset elektoratit e ty, nuk e di të gjithë problematika që ka elektorati, por neve do merrem me programin pastaj. Si mund të implementohet ky program dhe sa i implementueshëm është, dhe do të bëjmë edhe një lloj analize fushatës që po bëjnë kundërshtarët, pra rilindja, rivdekja. Më kënaqësi. Pacientë të dashur, juve dini vetë që të bëni subscribe tru podcastet,
e keni pa lek, ose faktikisht duhet t'ju bëj me lek që të aplikoni, se shqiptarja ka kështu që sa më shtrenjtë tjetë aq më e mirë është. Kështu që buça më e mend duhet me bë me lek edhe subscribe-in, se mbase na vin akoma më shumë, se falas nuk e konceptojnë dot. Po prandaj duhet votojnë për këtë. Po nuk kanë, më thënë shqiptarët duhet votojnë ndryshimin. Shqiptarët alë duhet të kuptojnë një gjë që e kanë ngrënë një herë sallamin me atë shëndetësi falas, prona falas, gjitha, s'ka falas, as i llogjojnë. Edhe mendojnë që për të bëjnë një subscribe. S'ka, edhe një subscribe për ton tjetrin me bë. Imagjino ç'a mund të bëj ai për jetën e vet, kupton? Një subscribe një klik larg. Do ta mendoj këtë, do ta kem pjesë plani edhe këtë pjesë, që ti të marrësh sa më shumë subscribe. Sa më shumë subscribe, votoni Tru Podcastin tash, votoni për partinë e Trurit. Ky ishte Albi Aelezi, miku jon, shoku jon, kandidat për deputet, fytyrë e re, e pa konsumuar, e pa vrar, e pa djegur, bë shumë e thjesht, këtu do vinë shumë veta, thjesht Tru Podcasti, po ju sugjeron disa komponent të pa konsumuar dhe të cilët lirisht mund të jenë aksesueshëm nga juve dhe lirisht mund të jenë zëri juaj nesër në parlament. Mënyrën se si juve e vlerësoni dinjitetin apo përfaqësuesin tuaj mbetet tek juve dashur miq, por unë ditë them që është koha e të rinjve dhe duhet të ikin dinozaurët. Janë zhdukur para 68 milion vjetësh dinozaurët, duhet i zhdukim edhe pas 35 vjetësh nga politika shqiptare. Ti lëm vajzave dhe djemve të rinj stafetën. Sepse vetëm këta, ne, unë, Albi dhe shumë homolog tjerë të majtë dhe djathtë me vlera, e çojnë Shqipërinë para. Sepse në fund ditës, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste janë dy asete kombëtare, të cilat ndeshen me njëra tjetrën për ta çuar para Shqipërinë. Njëra ka ngelur në vend, sepse ka piktorin e marrosur në krye. Detyra jonë është të gjejmë doktorin shqiptarëve, pacientëve. Në 11 maj, Nishi dhe Albi Aelezi. Mos harro të këtë shmend, sherifat e ri kanë ardhur në qytet. Po, dhe ka ardhur sherifi i ri. Edhe sherifat e ri. Bashkë me sherifat, po sherifi na duhet nëse sherifat. Për këto dinozaurët e vjetër do jemi problem shumë i madh. Edhe më pëlqeu do flasim për Lasivitën, se do unë kam shumë gjatë Lasivitën, është interesant Lasivita, është fenomen. Ky është Albi Aelezi dashur miq. Shikojeni, ta mbani mend si fytyrë Albi Aelezi, kandidat në listën e hapur për Tiranën i Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Është djalë i thjesht, djalë që e takonin lagjen tuaj, djalë që nuk ka shumë dëngla, djalë që nuk e ka jetike punën në politik, e ka komplementare, e ka plotësuese, e ka pasionante, sepse si kundër unë kemi qenë president shkolle, ka një lloj, si thua, ka një lloj erotike në thonjza, ajo lloj gjëja për të marrë me njerëzit për delegu puna apo për t'i dhënë zgjidhje në rastin ton studentëve në atë kohë, në rastin e Albit momentalisht për t'i dhënë zgjidhje komunitetit ku ai jeton. Shumë e vërtetshme. Nuk ka ardhur për t'ju vjedhur lek juve, se lek shqyr zotit dhe mashallah zotit kanë punuar para arcit e tij për të siguruar një jetë mjaftueshme për mos të përzier në zullum. Nuk ka ardhur për të vjedhur taksat e tua, as rrugën tënde, as lekët e fëmijës tënd. Ka ardhur për të përfaqësuar zërin tënd në parlament. Zë që të ka ngelur i pa përfaqësuar për 12 vite. Ky është ndryshimi. Dhe mos i kërkoni çunave dhe djemve dhe vajzave të reja, mos i kërkoni llogari se për çka ka bërë PD-ja kur nuk kishte këta njerëz brenda. E vërtet. Nuk mund ngelemi dot peng të së shkuarës. Një djalë me shumë punë dhe pak fjalë do thoja. Kështu që e dini vetë juve, voton Nishin lart, jo votën tek lista e sigurt se nxjerr pa vlefshme. Edhe votën poshtë tek katrorët e vegjël brenda për brenda katrorit dhe do shikoni mbiemrin se është me renditje emëror po nga mbiemri. Pra J-ja është pas G-s. Në thelb. Për juve që nuk e dini alfabetin dashur miq. Se kemi edhe nga juve që nuk e dini alfabetin, a kupton. Kështu që ju lutem, po ju lutem unë, po ja kërkoj unë për çdo kandidat që do vi këtu që është i djathtë dhe opozitar, mos votoni Ramën.
Kjo është faktike. Vetëm kjo është leitmotivi i Tru Podcastit. Vetëm Rama s'duhet të jetë në pushtet. Pastaj të vi kush doj. Rama, se këta tjerët i kapin për xhakete. Rama na ka ikur shumë para. Se e lat juve. Vetëm jepi votën për 500.000 lekë te bashkia. Jeni bërë gjithë, më thënë nuk e di, nuk mendoj se ka njerëz eksperta bashkiak për numër popullsie më shumë se sa Shqipëria, kupton? Tu janë bërë gjithë ekspert bashki. Nuk e di a ka punojës më shumë se ka Bashkia e Tiranës në një bashki ku diun botë. Unë njoh partinë në Shqipëri që kanë kryetar, nën kryetar, kryetari një po s'ka si punëtor. A kupton? Nuk ka militant, është vendi çuditërave, por dashur miq, tyre çuditërave duhet të japim fund sepse nuk kemi Liza në botën e çuditërave. Nuk kemi as Aladinin mbi tapet. Aladinin mbi tapet. Ajo vota, copa letre si hidhni atje, na merr në qafë për 4 vjet nama. Pse kë votoni juve? Kështu që ju lutem, mos bëni gafën që të votoni njerëz të cilët nuk i njeh as nona e vet nëpër listat e PS-s. Mos votoni njerëz që e kanë çuar grop vendin. Jepeni djemve dhe vajzave të reja mundësi. Sepse Albi është më lehtësisht i aksesueshëm se sa një politikan i vjetër që i ka shtuar rezervat e dhjamit, edhe nuk varet fare nga ty më, kupton, nuk të llogarit fare, llogarit gjëra të tjera. Albi është i filiziri, si shumë djem të tjerë të mrekullueshëm që ka PD-ja, edhe vajza të reja, që po kërkon shansin e vet për një përfaqësim dinjitoz. Albi, Shpendi, X-i, Tedi, Y e çojnë Shqipërinë para në Europë, te ajo Europa që kërkoni. Nuk e çon Rama me pasaportën e vet. Deri në episodin tjetër të Tru Podcastit, Albin do ta kemi disa herë gjatë fushatës në Tru Podcast, bashkë me miq tjerë. Na bëni subscribe dhe na uroni më të mirat. Natë mirë.